Në këtë moment, ndërsa ju dëgjoni këto fjalë, në hapësirën midis atomeve të trupit tuaj po ndodh diçka e çmendur. Çdo sekond, triliona grimca lindin. Nga asgjëja absolute, ekzistojnë për një copë kohe aq të vogël sa nuk mund ta imagjinoni dhe pastaj zhduken përsëri në asgjë. Kjo nuk është shkencë fantastike. Kjo nuk është filozofia abstrakte. Kjo është realiteti i verifikuar në laborator, i parashikuar nga ekuacionet më të sakta që njerëzimi ka krijuar ndonjëherë. Veja çfarë është më e çuditshme? Ajo që ne e quajmë asgjë, mund të jetë gjëja më e fuqishme në univers. Ajo që ne e quajmë hapësirë bosh, mund të jetë një oqean i tërbuar energjie, aq i dendur sa çdo centimetër kub i tij përmban më shumë fuqi se të gjitha yjet që mund të shihni në qiell. Dhe universi ynë, me të gjitha galaktikat, planetët dhe jetën që njohim, mund të jetë thjesht një fluktuacion i rastësishëm në këtë oqean. Le të fillojmë me një pyetje që duket e thjeshtë. Çfarë është asgjëja? Nëse ju heqim ajrin nga një dhomë, çfarë mbetet? Nëse largojmë të gjitha atomet, të gjitha grimcat, të gjithë fotonet dritës, çfarë kemi? Për shekuj, njerëzit kanë menduar se përgjigjja është e qartë, asgjë. Hapësirë bosh absolut. Por në vitin 1927, një fizikant gjerman me emrin Werner Heisenberg zbuloi diçka që do të shkatërronte përgjithmonë këtë ide naive. Ai zbuloi një parim që sot e quajmë parimin e pasigurisë së Heisenbergut. Dhe ky parim thot diçka të çuditshme. Në nivelin kuantik, asgjëja nuk mund të ekzistojë. Ja pse. Parimi i pasigurisë thot se ju nuk mund të dini me saktësi absolut si energjinë, ashtu edhe kohën në të njëjtën kohë. Sa më sakt të matni njërin, aq më pak e sakt bëhet tjetra. Dhe kjo nuk është për shkak të kufizimeve të instrumenteve tona. Kjo është një pronë themelore e realitetit. Tani, çfarë do thot kjo për hapësirën bosh? Do të thot se edhe në hapësirën më të zbrazët të imagjinueshme, energjia nuk mund të jetë zero në mënyrë absolute për një kohë të pasaktuar. Duhet të ketë fluktuacione. Duhet të ketë lëkundje. Dhe këto lëkundje nuk janë abstrakte. Ato janë reale, aq sa çdo gjë tjetër në univers. Në vitin 1948, fizikanti holandez Hendrik Casimir parashikoi një efekt të çuditshëm. Ai tha: nëse vendosni dy slaka metali shumë afër njëra tjetrës në vakum, ato do të tërhiqen nga njëra tjetra. Jo për shkak të gravitetit, jo për shkak të elektromagnetizmit, por për shkak të fluktuacioneve të vakumit. Midis plakave, vetëm grinca virtuale me gjatësi vale të caktuara mund të ekzistojnë. Jashtë plakave, të gjitha gjatësitë e valës janë të mundshme. Kjo krijon një presion, një forcë reale vetëmatshme. Dhe në vitin 1958, ky efekt u mat në laborator. Efekti Casimir është real. Vakumi nuk është bosh. Por çfarë janë këto grimca virtuale? Imagjinoni një oqean të qetë në sipërfaqe, por nën sipërfaqe, në nivelin mikroskopik, ka një kaos të vazhdueshëm. Molekulat e ujit lëvizin, përplasen, krijojnë vorbulla të vogla që lindin dhe zhduken në çdo moment. Vakumi kuantik është diçka e ngjashme, por infinitisht më e çuditshme. Në çdo pikë të hapësirës, çdo moment, çifte grimkash lindin nga asgjëja. Një elektron dhe një pozitron, një kuark dhe një antikuark, një foton dhe një foton tjetër. Ato ekzistojnë për një kohë aq të shkurtër sa nuk mund ta masim drejt për drejt, dhe pastaj ato përplasen përsëri dhe zhduken, duke kthyer energjinë e tyre përsëri në vakum. Sa shpejt ndodh kjo? Le të vendosim në perspektivë. Nëse një grimcë virtuale do të jetonte për një sekond të plot, ajo do të ishte aq e pazakont sa një njeri që jeton 1 miliard vjet. Kohëzgjatja tipike e një grimcë virtuale është rreth 10 fishta e 10 fishta e 10 fishta e 10 fishta e 1 sekonde. Kjo është një njësi kohe aq e vogël sa marrëdhënia midis saj dhe 1 sekonde është e njëjtë me marrëdhënien midis 1 sekonde dhe moshës së universit, shëmfishuar me veten 1 milion herë. Dhe megjithatë, në këtë kohë të pabesueshme të shkurtër, këto grinca janë reale. Ato ndërveprojnë,
Ato krijojnë efekte të matshme. Në Universitetin e Harvardit në fillim të viteve 2000, fizikanti Len Hau dhe ekipi i saj kryen një eksperiment të mahnitshëm. Ata ftohën një re atomesh në temperatura aq afër zeros absolute sa atomet pothuajse ndaluan se lëvizuri. Në këtë gjendje, të quajtur kondensat Bose-Einstein, materia sillet në mënyra që sfidojnë çdo intuit. Dhe në këtë gjendje, ata arritën të ngadalsojnë dritën. Jo pak. Ata e ngadalsuan dritën nga 300.000 km në sekond në vetëm 17 metra në sekond. Ju mund të ecnit më shpejt se kjo dritë. Dhe pastaj, në një eksperiment të mëvonshëm, ata e ndaluan dritën plotësisht, e ruajtën atë, dhe pastaj e lëshuan përsëri. Si është e mundur kjo? Sepse drita, kur kalon nëpër material, në të vërtet po ndërvepron me vakumin kuantik. Ajo po përthithet dhe riemetohet nga atomet dhe në këtë proces shpejtësia e saj ndryshon. Tani imagjinoni diçka të pabesueshme. Çdo centimetër kub i hapësirës bosh përmban një sasi energjie që sipas disa llogaritjeve teorike është aq e madhe sa do të mjaftonte për të vluar të gjithë oqeanet e tokës në një qast. Kjo quhet energjia e pikës zero e vakumit. Dhe ja problemi. Ne nuk e shohim këtë energji. Nëse ajo do të ekzistonte me vlerën që ekuacionet tona parashikojnë, universi do të ishte shkatërruar menjëherë pas lindjes së tij. Kjo është një nga problemet më të mëdha të pasgjidhura në fizik, e quajtur problemi i konstantës kozmologjike. Ekuacionet tona parashikojnë një vlerë, vëzhgjimet tona tregojnë një vlerë tjetër, dhe diferenca midis tyre është 1 me 120 zero pas saj. Kjo është gabimi më i madh në historinë e shkencës. Por le të kthehemi te pyetja jon filjestare. Nga erdhi universi? Për dekada, shkencëtarët kanë ditur se universi filloi me një ngjarje që e quajmë Big Bang. Por kjo nuk ishte një shpërthim në hapësirë. Kjo ishte një shpërthim i vetë hapësirës. Dhe pyetja që ka munduar fizikantët është: çfarë shkaktoi këtë shpërthim? Çfarë ekzistonte para tij? Dhe këtu, vakumi kuantik ofron një përgjigje të mahnitshme. Në vitin 1983, fizikanti amerikan Alan Guth propozoi një teori të quajtur inflacion kozmik. Sipas kësaj teorie, universi filloi si një fluktuacion i vogël në vakumin kuantik. Imagjinoni një fushë energjie që mbush të gjithë hapësirën, një fushë që është në një gjendje të paqëndrueshme, si një top në majtë të një kodre. Në një moment të caktuar, kjo fushë bie në një gjendje më të ulët energjie, dhe kjo rënje çliron një sasi të jashtëzakonshme energjie. Kjo energji shkakton që hapësira të zgjerohet me një shpejtësi të pabesueshme, duke dyfishuar madhësinë e saj çdo 1 e 10 fishta e 1 e 10 fishta e 1 e 10 fishta e 1 sekonde. Në më pak se 1 e 100 e 1 sekonde, një rajon i hapësirës më i vogël se një atom u zgjerua në diçka më të madhe se një galaktik. Kjo tingëllon si shkencë fantastike, por ka prova. Në vitin 2013, sateliti Planck i Agjencisë Hapësinore Evropiane hartoi rrezatimin kozmik të sfondit, drita më e vjetër në univers, e lëshuar vetëm 380.000 vjet pas Big Bangut. Dhe në këtë hartë, shkencëtarët pan pikërisht atë që teoria e inflacionit parashikonte. Fluktuacione të vogla në temperaturë, 1 në 100.000 grad, të shpërndara në mënyrë pothuajse uniforme në të gjithë qiellin. Këto fluktuacione janë farat nga të cilat u rritën të gjitha strukturat që shohim sot: galaktikat, yllet, planetët, ne. Por ja çfarë është vërtet e çuditshme? Nëse inflacioni ndodhi një herë, ai mund të ndodhë përsëri. Në fakt, sipas disa teorive, inflacioni nuk ndaloi kurrë. Ai vazhdon të ndodhë, duke krijuar universi të rinj në çdo moment, secili me ligjet e veta të fizikës, konstantet e veta themelore. Universi ynë do të ishte vetëm një flusk në një oqean të pafund fluskash, secila duke lindur nga fluktuacionet e vakumit kuantik. Kjo quhet teoria e multiversit, dhe ndërsa tingëllon si fantazi, ajo del drejt për drejt nga matematika e inflacionit. Tani le të shkojmë më thellë. Çfarë është vakumi në të vërtetë?
Në mekanikën kuantike, ne e përshkruajmë realitetin duke përdorur diçka të quajtur fusha kuantike. Imagjinoni që e gjithë hapësira është e mbushur me fusha të padukshme, si një oqean i padukshëm që shtrihet në çdo drejtim. Ka një fushë për elektronet, një fushë për fotonët, një fushë për çdo lloj grimce që ekziston. Dhe ajo që ne e quajmë grincë është në të vërtetë vetëm një eksitim, një valë në këtë fushë. Kur një elektron lëviz nëpër hapësirë, në të vërtetë fusha e elektronit po lkundet, duke krijuar një valë që ne e perceptojmë si grimcë. Dhe vakumi? Vakumi është gjendja më e ulët e mundshme e këtyre fushave, por më e ulët nuk do të thotë zero. Edhe në gjendjen më të ulët, fushat po lkunden, po dridhen, për shkak të parimit të pasigurisë së Heisenbergut. Këto dridhje janë ajo që ne i quajmë fluktuacione të vakumit, dhe ato janë burimi i grimcave virtuale që përmendëm më parë. Në vitin 1956, fizikanti amerikan John Wheeler dhe studenti i tij Bryce DeWitt shkruan një ekuacion që përshkruan vetë hapësirën në terma kuantik. Ky ekuacion, i quajtur ekuacioni Wheeler-DeWitt, sugjeron diçka të çuditshme. Në nivelin më themelor, koha mund të mos ekzistojë. Universi mund të jetë një gjendje statike, dhe ajo që ne e perceptojmë si rrjedhje e kohës mund të jetë vetëm një iluzion që lind nga mënyra se si ne, si vëzhgues, ndërveprojmë me këtë gjendje. Kjo ide, e quajtur problemi i kohës në gravitacionin kuantik, vazhdon të jetë një nga misteret më të mëdha të fizikës moderne. Por le të kthehemi te diçka më konkrete. Nëse vakumi është plot me energji, pse ne nuk e shohim atë? Pse ne nuk mund ta shfrytëzojmë? Përgjigjja është se energjia e vakumit është në gjendjen më të ulët të mundshme. Është si uji në fund të një liçeni. Ai ka energji potenciale në krahasim me qendrën e tokës, por ju nuk mund ta përdorni atë energji pa gërmuar më poshtë. Në mënyrë të ngjashme, energjia e vakumit është e kyçur në vetë strukturën e hapësirës. Ju nuk mund ta nxirrni atë pa shkatërruar vetë hapësirën. Megjithatë, ka një mënyrë se si energjia e vakumit manifestohet, nëpërmjet diçkaje që e quajmë energji e errët. Në vitin 1998, dy ekipe astronomësh, njëri i udhëhequr nga Saul Perlmutter në laboratorin Lawrence Berkeley dhe tjetri nga Brian Schmidt dhe Adam Rees në Universitetet e Australisë dhe Johns Hopkins, bën një zbulim të habitshëm. Ata ishin duke studiuar supernova të largëta, shpërthime të yjeve që janë aq të ndritshme sa mund të shihen në distanca kozmike, dhe ata zbuluan se universi nuk po ngadalsohet siç pritej. Ai po përshpejtohet. Diçka po shtyn galaktikat larg njëra tjetrës me një forcë që rritet me kalimin e kohës. Kjo forcë, të cilën e quajmë energji e errët, përbën rreth 70% të gjithë energjisë në univers, dhe karakteristikat e saj përputhen me atë që do të pritnim nga energjia e vakumit. Ajo është e shpërndar në mënyrë uniforme në të gjithë hapësirën, dendësia e saj nuk ndryshon me kalimin e kohës, dhe ajo krijon një lloj presioni negativ që shkakton zgjerimin e përshpejtuar. Nëse kjo interpretim është i saktë, atëherë ne tashmë po vëzhgojmë efektet e vakumit kuantik në shkallë kozmike. Por ja ku bëhet edhe më e çuditshme. Në vitin 1974, fizikanti britanik Stephen Hawking zbuloi se edhe vrimat e zeza, objektet më të errëta në univers, nuk janë plotësisht të zeza. Ato emetojnë rrezatim, një rrezatim shumë të dobët që sot e quajmë rrezatim Hawking. Dhe burimi i këtij rrezatimi është pikërisht vakumi kuantik. Afër horizontit të ngjarjeve të një vrime të zezë, fluktuacionet e vakumit krijojnë çifte grimçash virtuale. Ndonjëherë, njëra grimcë bie në vrimën e zezë, ndërsa tjetra shpëton. Për një vëzhgues të largët, duket sikur vrima e zezë po emetojë rrezatim. Me kalimin e kohës, vrima e zezë humb energji dhe përfundimisht avullon plotësisht. Kjo ka pasoja të thella. Nëse vrimat e zeza mund të avullojnë, atëherë çdo gjë në univers është e përkohshme. Edhe strukturat më të qëndrueshme, edhe atomet më të rënda, përfundimisht do të treten në vakum. Dhe nëse universi vazhdon të zgjerohet përgjithmonë, siç sugjerojnë në vëzhgimet tona, atëherë në një të ardhme të largët, triliona vjet nga tani,
e gjithë materia do të jetë shpërndar aq holl sa universi do të jetë praktikisht i zbrazët. Vetëm vakumi do të mbetet, me fluktuacionet e tij të përjetshme, duke krijuar dhe shkatërruar grinca virtuale në një cikël të pafund. Por edhe atëherë, vakumi nuk do të jetë vërtet bosh. Ai do të jetë plot me potencial, plot me mundësi. Dhe ndoshta, në një moment të rastishëm, një fluktuacion tjetër do të ndodhë, një fluktuacion aq i madh sa do të krijojë një univers të ri, me ligjet e veta të fizikës, me historinë e vet. Dhe cikli do të fillojë përsëri. Kjo na çon te një pyetje filozofike. Nëse universi jon lindi nga një fluktuacion i rastësishëm, nëse e gjithë ekzistenca jon është rezultati një lëkundjes së rastësishme në vakumin kuantik, çfarë do të thotë kjo për kuptimin dhe qëllimin? A jemi thjesht një aksident kozmik, një anomali statistikore në një oqean të pafund mundësish? Disa shkencëtarë argumentojnë se po, ne jemi pikrisht kjo. Fizikanti amerikan Lawrence Krauss, në librin e tij A Universe from Nothing të vitit 2012, argumenton se universi mund të ketë lindur vërtet nga asgjëja, pa pasur nevojë për një shkak të jashtëm, pa pasur nevojë për një krijues. Ligjet e mekanikës kuantike, kombinuar me gravitacionin, janë të gjitha që nevojiten. Vakumi është i paqëndrueshëm, dhe kjo paqëndrueshmëri është e mjaftueshme për të shpjeguar ekzistencën e çdo gjëje. Por të tjerët nuk janë dakord. Ata argumentojnë se edhe nëse universi lindi nga vakumi kuantik, kjo nuk shpjegon pse ekzistojnë ligjet e mekanikës kuantike në radhë të parë. Pse ekziston vakumi? Pse ka fusha kuantike? Pse parimi i pasigurisë së Heisenbergut është i vërtet? Këto janë pyetje që shkenca, të paktën shkenca siç e njohim sot, nuk mund t'i përgjigjet plotësisht. Dhe këtu arrim në kufrin midis shkencës dhe filozofisë. Shkenca mund të na tregojë se si ndodhi Big Bangu, por jo pse. Ajo mund të na tregojë se universi mund të ketë lindur nga një fluktuacion i vakumit, por jo pse vakumi ekziston. Ajo mund të na tregojë se ligjet e fizikës janë të tilla që lejojnë lindjen e universive nga asgjëja, por jo pse këto ligje janë pikërisht kështu dhe jo ndryshe. Disa fizikantë, si Max Tegmark nga Instituti i Teknologjisë i Massachusettit, kanë propozuar një ide edhe më radikale, se të gjitha strukturat matematikore të mundshme ekzistojnë fizikisht. Nëse një univers mund të përshkruhet nga një grup ekuacionesh të qëndrueshme, atëherë ai univers ekziston diku në multivers. Universi ynë është vetëm një nga një numër të pafund universish të mundshëm, secili me ligjet e veta të fizikës, konstantet e veta themelore. Dhe arsyeja pse ne gjendemi në këtë univers të veçantë është thjesht sepse ky është një nga universit ku jeta është e mundur. Kjo quhet parimi antropik. Ne vëzgojmë një univers të përshtatshëm për jetën, sepse në një univers të papërshtatshëm nuk do të kishte askush për ta vëzguar atë. Por kjo ngre pyetje të reja. Nëse ekzistojnë një numër i pafund universish, a ka kuptim të flasim për probabilitet? Nëse çdo gjë e mundshme ndodh diku, atëherë çdo ngjarje, sado e pazakont, ka probabilitet 1. Dhe nëse kjo është e vërtet, atëherë shkenca humbet fuqinë e saj parashikuese. Ne nuk mund të themi se një teori është më e mirë se një tjetër, sepse të dyja parashikojnë diçka që ndodh diku në multivers. Këto janë pyetje të hapura, debate që vazhdojnë në komunitetin shkencor, por pavarësisht nga përgjigjet, një gjë është e qartë. Vakumi nuk është bosh. Asgjëja nuk është asgjë. Dhe kuptimi ynë i realitetit, i asaj që do të thotë të ekzistosh, po transformohet në mënyra që filozofët e lashtë nuk mund ta imagjinonin kurrë. Le të shqyrtojmë tani disa nga eksperimentet më të fundit që po hedhin dritë mbi natyrën e vakumit. Në vitin 2017, fizikantët në Universitetin e Aalto në Finlandë kryen një eksperiment të jashtëzakonshëm. Ata krijuan një analog të horizontit të ngjarjeve të një vrime të zezë, duke përdorur një superfluide në temperatura afër zeros absolute. Dhe ata vëzguan diçka që ngjante me rrezatimin Hawking, duke konfirmuar se fluktuacionet e vakumit mund të krijojnë grinca reale në kushte ekstreme.
Në të njëjtën kohë, në Organizatën Evropiane për Kërkime Bërthamore, CERN në Gjenevë, shkencëtarët po studiojnë vakumin në një mënyrë tjetër. Përplasi i mavi hadroneve, makina më e fuqishme që njerëzimi ka ndërtuar ndonjëherë, përplas protone me energji aq të larta sa krijon kushte të ngjashme me ato që ekzistonin 1 trilionshme e 1 sekonde pas Big Bangut. Në këto përplasje, Duke krijuar qindra grimca të reja nga energjia e pastër. Çdo përplasje është si një Big Bang në miniaturë, një dritare në procesin që krijoi universin tonë. Dhe në vitin 2012, në të njëjtin përplasës, shkencëtarët zbuluan bozonin Higgs, grimcën që i jep masë të gjitha grimcave të tjera. Fusha Higgs, fusha kuantike që korespondon me këtë grimcë, mbush të gjithë hapësirën. Edhe në vakum, kjo fushë ka një vlerë jo zero. Është si një oqean i padukshëm nëpër të cilin të gjitha grimcat notojnë, dhe ndërveprimi i tyre me këtë oqean është ajo që u jep atyre masë. Pa fushën Higgs, të gjitha grimcat do të udhtonin me shpejtësinë e dritës, dhe materia siç e njohim nuk do të ekzistonte. Tani le të bëjmë diçka të çuditshme. Le të udhtojmë prapa në kohë, jo me një makinë kohe, por me imagjinatën tonë, të udhëhequr nga matematika. Imagjinoni që po shikoni një film të universit, por po e luani mbrapsht. Galaktikat po afrohen, yjet po shkrihen, atomet po treten. Shkoni më prapa, më prapa. Çdo sekond që kalon, universi bëhet më i nshehtë, më i dendur, më i vogël. Pas 380.000 vjetësh, arrim në një moment kur universi është aq i nshehtë sa atomet nuk mund të ekzistojnë. Vetëm një plazmë ndezur e elektroneve dhe bërthamave. Shkoni më prapa. Pas 3 minutash, arrim në një moment kur edhe bërthamat atomike nuk mund të ekzistojnë. Vetëm protone dhe neutronet e lira duke notuar në një det fotonësh. Shkoni më prapa. Pas 1 sekonde, temperatura është aq e lartë sa edhe protonet dhe neutronet treten në kuarke. Dhe tani, le të shkojmë në momentin më kritik. 1 trilionshme e 1 sekonde pas Big Bangut. Në këtë moment, universi është një sup i nxehtë kuarkesh, gluonësh, leptonësh dhe bozonëve, të gjithë duke notuar në një oqean energjie aq të dendur sa një lugj e tij do të peshonte më shumë se toka. Por çfarë ka para kësaj? Çfarë ka në momentin zero? Këtu matematika jon filloi të thyet. Ekuacionet e relativitetit të përgjithshëm të Einsteinit që përshkruajnë gravitetin dhe strukturën e hapësirës kohës na çojnë në një pikë ku dendësia dhe temperatura bëhen të pafundme. Një singularitet. Një pikë ku ligjet e fizikës ndalojnë së funksionuari. Dhe kjo është arsyeja pse ne kemi nevojë për një teori të re, një teori që bashkon mekanikën kuantike me gravitacionin. Për dekada, fizikantët kanë punuar në një teori të tillë. Teoria më e njohur quhet teoria e vargut, e propozuar fillimisht në vitet 1960 dhe zhvilluar në formën e saj moderne në vitet 1980. Sipas kësaj teorie, grimcat themelore nuk janë pika pa dimension, por varje të vogla një-dimensionale që dridhen në mënyra të ndryshme. Një dridhje krijon një elektron, një dridhje tjetër krijon një kuark, një e treta krijon një foton. Dhe këto vargje ekzistojnë jo në 3 dimensione hapësinore, por në 10, 11 apo edhe më shumë dimensione, shumica e të cilave janë të mbështjella aq fort sa ne nuk mund t'i shohim. Por çfarë është interesante për temën tonë? Në teorinë e vargut, vakumi nuk është një gjendje unike. Ka një numër të jashtëzakonshëm të madh gjendjesh të mundshme të vakumit, secila korespondon me një mënyrë të ndryshme se si dimensionet shtesë janë të mbështjella. Disa llogaritje sugjerojnë se mund të ketë deri në 10 në fuqinë 500 gjendje të ndryshme vakumi. Kjo quhet pejzazi i vargut, dhe çdo gjendje korespondon me një univers me ligje të ndryshme fizike. Në disa universa, elektronet mund të jenë më të rëndë. Në të tjerë, forca elektromagnetike mund të jetë më e dobët. Në të tjerë, mund të mos ketë fare materie të qëndrueshme. Dhe këtu kthehet ideja e inflacionit. Nëse inflacioni krijon universa të rinj vazhdimisht, dhe nëse çdo univers i ri mund të zgjedhë një gjendje të ndryshme vakumi nga pejzazi i vargut,
atëherë multiversi nuk është vetëm i madh. Ai është i larmishëm në mënyra që të i kalojnë çdo imagjinat. Dhe universi ynë, me konstantet e tij të përshtatshme për jetën, është thjesht një nga triliona universave, ku këto konstante rastësisht bien në diapazonin e duhur. Por le të kthehemi te diçka më konkrete. Le të flasim për një nga eksperimentet më të çuditshme që njerëzimi ka kryer ndonjëherë. Në vitin 1981, fizikanti francez Alain Aspect dhe ekipi i tij në Universitetin e Parisit kryen një eksperiment që konfirmoi një nga parashikimet më të çuditshme të mekanikës kuantike, ndërthurjen kuantike. Ata krijuan çifte fotonësh që ishin të ndërthurura, që do të thotë se gjendja e njërit foton ishte e lidhur në mënyrë të paquditshme me gjendjen e tjetrit, pavarësisht nga distanca midis tyre. Kur ata matën polarizimin e njërit foton, polarizimi i tjetrit u përcaktua menjëherë, edhe nëse fotoni tjetër ishte në anën tjetër të dhomës apo në anën tjetër të galaktikës. Einsteini e quajti këtë veprim i frikshëm në distancë dhe nuk i pëlqente. Ai mendonte se duhej të kishte një shpjegim më të thjeshtë, se fotonët duhej të kishin variabla të fshehur që përcaktonin sjelljen e tyre paraprakisht. Por eksperimenti i Aspect tregoi se Einsteini kishte gabim. Ndërthurja është reale, dhe ajo nuk është vetëm një kuriozitet laboratorik. Ajo është një pronë themelore e realitetit. Tani, çfarë lidhje e ka kjo me vakumin? Shumë. Sipas disa teorive, e gjithë hapësira është ndërthurur në nivelin më themelor. Çdo pikë e hapësirës është e lidhur me çdo pikë tjetër nëpërmjet një rrjeti të ndërlikuar lidhjesh kuantike. Dhe ajo që ne e perceptojmë si hapësirë e veçantë, si distancë midis objekteve, mund të jetë vetëm një iluzion që lind nga mënyra se si ne, si vëzhgues makroskopik, ndërveprojmë me këtë rrjet. Në nivelin më themelor, gjithçka mund të jetë e lidhur, gjithçka mund të jetë një. Kjo ide ka një emër, monizmi kuantik, dhe ajo ka pasoja të thella. Nëse e gjithë hapësira është ndërthurur, atëherë ndarja midis këtu dhe atje, midis tani dhe atëherë, mund të jetë më pak themelore se sa menduam. Realiteti mund të jetë një tërësi e pandashme, dhe ajo që ne e perceptojmë si objekte të veçanta, si ngjarje të veçanta, mund të jetë vetëm mënyra se si truri ynë organizon informacionin që merr nga kjo tërësi. Le të shqyrtojmë tani një eksperiment mendor të famshëm, propozuar nga fizikanti John Wheeler në vitet 1980. Ai e quajti eksperimenti me zgjedhje të vonuar. Imagjinoni një foton që kalon nëpër një eksperiment me dy të cara. Në mekanikën kuantike, nëse ju nuk vëzgoni se nga cila e qarë kalon fotoni, ai kalon nga të dyja njëkohësisht, duke krijuar një model ndërhyrjeje. Por nëse ju vendosni një detektor në njërën e qarave, fotoni zgjedh të kalojë nga njëra ose tjetra, dhe modeli i ndërhyrjes zhduket. Tani, ja çfarë bëri Wheeler. Ai propozoi se ju mund të vendosni detektorin pasi fotoni ka kaluar tashmë nëpër të qarat, por para se ai të arrijë në ekran. Dhe sipas mekanikës kuantike, vendimi juaj në të tashmen ndikon në atë që fotoni bëri në të kaluarën. Ky eksperiment u krye në laborator në vitet 1987 dhe rezultatet konfirmuan parashikimin e Wheeler. E kaluara nuk është fikse derisa ne vëzhgojmë. Realiteti nuk është një film i pararegjistruar që ne thjesht po e shikojmë. Ai është diçka që krijohet në çdo moment, në ndërveprim midis vëzhguesit dhe të vëzhguarit. Dhe nëse kjo është e vërtet në nivelin e fotonëve individual, çfarë do të thotë kjo për universin si tërësi? Disa fizikantë, si John Archibald Wheeler, kanë argumentuar se universi vet mund të jetë një sistem që vet vëzhgon. Në fazat e hershme të universit, kur nuk kishte vëzhgues, realiteti mund të ketë qenë në një superpozicion të gjitha gjendjes të mundshme. Vetëm kur lindi jeta, kur lindën qeniet me vetdije që mund të vëzhgojnë dhe të matin, universi zgjodhi një histori të veçantë nga të gjitha historitë e mundshme. Kjo quhet parimi antropik i fortë dhe ajo sugjeron se vetdia nuk është vetëm një produkt i rastësishëm i evolucionit, por një pjesë themelore e strukturës së realitetit. Kjo tingëllon si misticizëm, por ajo del nga matematika e mekanikës kuantike, ekuacioni Schrödinger, ekuacioni themelor që përshkruan se si sistemet kuantike evoluojnë me kalimin e kohës, është plotësisht deterministik.
Nëse ju e dini gjendjen fillestare të një sistemi, ju mund të parashikoni me saktësi të plot se si ai do të evoluojë. Por kur ju bëni një matje, diçka e çuditshme ndodh. Sistemi kolapson në një gjendje të vetme, dhe ky kolaps duket se ndodh në mënyrë të rastësishme, sipas probabiliteteve të dhëna nga funksioni i valës. Çfarë shkakton këtë kolaps? Kjo është një nga pyetjet më të mëdha të pasgjidhura në fizik, e quajtur problemi i matjes. Ka shumë interpretacione të ndryshme të mekanikës kuantike që përpiqen të përgjigjen kësaj pyetjeje. Interpretimi i Kopenhagës, propozuar nga Niels Bohr dhe Werner Heisenberg në vitet 1920, thot se kolapsi është real dhe ndodh kur një sistem kuantik ndërvepron me një aparat matës makroskopik. Por kjo ngre pyetjen. Çfarë është aq e veçantë për aparatet matëse? Ku është kufiri midis botës kuantike dhe botës klasike? Një interpretim tjetër, propozuar nga Hugh Everett në vitin 1957, thot se kolapsi nuk ndodh kurrë. Në vend të kësaj, çdo herë që një matje bëhet, universi ndahet në dega të shumta, secila korespondon me një rezultat të mundshëm. Në një deg, fotoni kalon nga e qara e majt. Në një deg tjetër, ai kalon nga e qara e djathtë. Të dyja degët janë po aq reale, por ato nuk mund të ndërveprojnë me njëra tjetrën. Kjo quhet interpretimi i shumë botëve, dhe ajo sugjeron se çdo herë që një ngjarje kuantike ndodh, universi shumëfishohet në një numër të pafund kopjesh. Kjo tingëllon si shkencë fantastike, por ajo është një interpretim plotësisht i vlefshëm i matematikës së mekanikës kuantike. Dhe ajo ka një avantazh. Ajo nuk kërkon asnjë mekanizëm të veçantë për kolapsin. Ekuacioni Schrödinger funksionon gjithmonë, pa përjashtim. Çmimi që paguajmë është se duhet të pranojmë se ekzistojnë një numër i pafund universish paralele, secili po aq real sa i yni. Por le të kthehemi te vakumi. Nëse interpretimi i shumë botëve është i saktë, atëherë çdo fluktuacion i vakumit krijon një degëzim të universit. Çdo herë që një çift grimkash virtuale lindin, universi ndahet në dega ku ato ndërveprojnë në mënyra të ndryshme me mjedisin e tyre. Dhe nëse kjo është e vërtet, atëherë numri i universive paralele po rritet me një shpejtësi të pabesueshme, duke dyfishuar veten triliona herë në çdo sekond. Tani le të shqyrtojmë një pyetje tjetër. Çfarë është energjia? Ne jemi mësuar të mendojmë për energjinë si diçka që objektet kanë, si një pronë që mund të transferohet nga një objekt te tjetri. Por në fizikën moderne, energjia është diçka më themelore. Sipas teoremës së Noether, propozuar nga matematikania gjermane Emmy Noether në vitin 1915, çdo simetri në ligjet e fizikës korespondon me një ligj ruajtjeje. Simetria në kohë, fakti që ligjet e fizikës janë të njëjta sot si dje, korespondon me ruajtjen e energjisë. Energjia ruhet sepse ligjet e fizikës nuk ndryshojnë me kalimin e kohës. Por çfarë ndodh në një univers në zgjerim? Në relativitetin e përgjithshëm, hapësira vetë po zgjerohet, dhe kjo zgjerim krijon energji të re në formën e energjisë së errët. Nga vjen kjo energji? A nuk shkel kjo ligjin e ruajtjes së energjisë? Përgjigjja është se në një univers në zgjerim, simetria në kohë thyhet. Ligjet e fizikës mund të jenë të njëjta, por metrika e hapësirës kohës po ndryshon. Dhe kur simetria thyhet, ligji i ruajtjes koresponduese nuk vlen më në mënyrë absolute. Energjia totale e universit mund të mos jetë e ruajtur. Në fakt, disa fizikantë argumentojnë se energjia totale e universi mund të jetë zero. Energjia pozitive e materjes dhe rrezatimit kompensohet nga energjia negative e fushës gravitacionale. Kur ju sillni dy objekte më afër njëri tjetrit, energjia potenciale gravitacionale zvoglohet, bëhet më negative. Dhe nëse ju llogaritni energjinë totale të gjithë materjes në univers dhe e shtoni me energjinë gravitacionale, rezultati mund të jetë zero. Universi mund të jetë, në një kuptim shumë real, një drek fallas. Kjo ide u propozua për herë të parë nga fizikanti amerikan Edward Tryon në vitin 1973. Ai argumentoi se universi mund të jetë një fluktuacion kuantik i vakumit që rastësisht ka energji totale zero dhe për këtë arsye
mund të ekzistojë për një kohë të pafund, pa shkelur ligjin e ruajtjes së energjisë. Kjo ishte një ide radikale në atë kohë, por sot ajo është një pjesë e pranueshme e kozmologjisë moderne. Ne të shqyrtojmë tani një nga eksperimentet më të fundit që po hedhin dritë mbi natyrën e vakumit. Në vitin 2021, fizikantët në Universitetin e Nottingham në Britaninë të Madhe kryen një eksperiment ku ata simuluan kushtet e një horizonti të ngjarjeve duke përdorur një analog akustik. Ata krijuan një rrjedhje të shpejtë të një fluidi që lvizte më shpejt se shpejtësia e zërit në atë fluid. Kjo krijoi një horizont akustik ku valët e zërit nuk mund të shkonin kundër rrjedhës. Dhe ata vëzhguan se fluktuacionet termike në fluid krijonin çifte fotonësh akustike, një analog i rrezatimit Hawking. Ky eksperiment konfirmoi se parashikimet e Hawking nuk janë vetëm teori abstrakte, por pasoja reale të ligjeve të termodinamikës dhe mekanikës kuantike. Në të njëjtën kohë, në Institutin e Teknologjisë i Kalifornisë, shkencëtarët po punojnë në një projekt ambicioz për të detektuar valët gravitacionale nga faza e inflacionit. Këto valë, të quajtura valë gravitacionale primare, do të jenë një nënshkrim i drejtë për drejtë i procesit që krijoi universin tonë. Nëse ato zbulohen, do të jetë një nga zbulimet më të mëdha në historinë e shkencës, një konfirmim i drejtë për drejtë se universi ynë vërtet kaloi në për një fazë inflacioni. Dhe ato do të na japin informacion të çmuar për energjinë e vakumit në momentet e para të universit. Por edhe pa këto zbulime, ne tashmë kemi prova të forta se vakumi nuk është bosh. Çdo eksperiment që kemi kryer, nga efekti Casimir te rrezatimi Hawking, nga zbulimi i bozonit Higgs te vëzhgjimi i energjisë së errët, na tregon të njëjtën gjë. Hapësira është plot me fusha, me energji, me potencial. Asgjëja nuk është asgjë. Ajo është gjëja më e pasur, më e ndërlikuar, më e çuditshme që ekziston. Dhe kjo na çon te një pyetje më e thellë. Çfarë është realiteti? A është ai i bërë nga materie, nga grimca që lëvizin nëpër hapësirë, apo është ai i bërë nga fusha, nga valë që lëkunden në një medium të padukshëm, apo është ai i bërë nga informacion, nga bite kuantike që përpunohen në një kompjuter kozmik? Fizika moderne sugjeron se të gjitha këto perspektiva janë të vlefshme, por asnjëra nuk është e plot. Realiteti është më i pasur, më i ndërlikuar se sa çdo përshkrim i vetëm mund të kapë. Në vitin 2004, fizikanti holandez Erik Verlinde propozoi një ide radikale, se graviteti nuk është një forcë themelore, por një fenomen emergjent që lind nga entropia e informacionit kuantik. Sipas kësaj ideje, hapësira vetë është e bërë nga bite informacioni, dhe ajo që ne e perceptojmë si graviteti është thjesht tendenca e sistemeve për të maksimizuar entropinë e tyre. Kjo ide, e quajtur graviteti entropik, është ende kontroverse, por ajo sugjeron një mënyrë krejtësisht të re për të menduar për natyrën e hapësirës dhe kohës. Nëse Verlinde ka të drejtë, atëherë vakumi nuk është vetëm plot me energji, ai është plot me informacion. Çdo pikë e hapësirës përmban bite kuantike që kodojnë gjendjen e fushave kuantike në atë pikë. Dhe ndërveprimi midis këtyre biteve është ajo që krijon fenomenet që ne i perceptojmë si forcë, si lëvizje, si ndryshim. Realiteti në këtë pamje është një kompjuter kuantik i madh që po përpunon informacion në çdo moment, dhe ajo që ne e quajmë ligje të fizikës janë thjesht algoritmet që ky kompjuter po ekzekuton. Kjo ide ka lidhje me një koncept tjetër të rëndësishëm në fizikën moderne, parimi holografik. Ky parim, propozuar për herë të parë nga Gerard Hooft dhe Leonard Susskind në vitet 1990, thot se e gjithë informacioni që përmbahet në një vlim hapësire mund të kodohet në sipërfaqen që kufizon atë vlim. Është si një hologram, një imazh 3-dimensional që kodohet në një sipërfaqe 2-dimensionale. Dhe nëse ky parim është i saktë, atëherë universi ynë 3-dimensional mund të jetë një projekcion i një realiteti 2-dimensional që ekziston në kufirin e universit. Kjo tinglon si metafizik, por ajo ka bazë të fortë matematike. Në teorinë e vargut, parimi holografik është një pasojë e natyrës së vrimave të zeza. Informacioni që bie në një vrim të zezë nuk humbet, por kodohet në horizontin e ngjarjeve, sipërfaqen që kufizon vrimën e zezë.
Dhe nëse kjo është e vërtet për vrimat e zeza, ajo mund të jetë e vërtet për universin si tërësi. le të shkojmë tani edhe më thellë. Le të flasim për një nga pyetjet më të mëdha të pasgjidhura në fizik. Çfarë është koha? Ne jemi mësuar të mendojmë për kohën si diçka që rrjedh, si një lumë që na mbart nga e kaluara në të ardhmen. Por në fizikën moderne, koha është më e çuditshme se kaq. Në relativitetin e posaçëm të Einsteinit, koha nuk është absolute. Ajo varet nga shpejtësia juaj dhe nga fusha gravitacionale ku gjendeni. Dy ngjarje që janë simultane për një vëzhgues mund të mos jenë simultane për një vëzhgues tjetër që lëviz me shpejtësi të ndryshme. Koha, në një kuptim shumë real, është relative. Por në mekanikën kuantike, koha është edhe më e çuditshme. Ekuacioni Wheeler-DeWitt që përmendëm më parë përshkruan universin si një gjendje statike ku koha nuk shfaqet fare. Ky ekuacion thot se funksioni i valës së universit nuk ndryshon me kalimin e kohës, sepse nuk ka një kohë të jashtme në raport me të cilën universi mund të evoluojë. Universi është gjithçka që ekziston dhe nuk ka asgjë jashti që mund të përdoret si një referencë për të matur ndryshimin. Kjo krijon një paradoks. Në njërin anë, ne përjetojmë kohën si diçka reale. Ne shohim ndryshim, shohim evolucion, shohim shkak dhe pasojë. Por në anën tjetër, ekuacionet më themelore të fizikës sugjerojnë se koha mund të jetë një iluzion, një mënyrë se si ne, si vëzhgues të brendshëm, perceptojmë një realitet që në të vërtet është statik. Kjo quhet problemi i kohës në gravitacionin kuantik, dhe ajo mbetet një nga misteret më të mëdha të fizikës moderne. Disa fizikantë, si Carlo Rovelli, kanë propozuar se koha nuk është një pronë themelore e realitetit, por një pronë emergjente që lind nga ndërveprimi midis sistemeve. Sipas kësaj idee, koha ekziston vetëm në raport me orët, me sistemet që mund të matin ndryshimin. Në nivelin më themelor, në nivelin e gravitacionit kuantik, nuk ka kohë. Ka vetëm marrëdhënie midis ngjarjeve, midis gjendjes së fushave kuantike në pika të ndryshme të hapësirës. Kjo ide ka pasoja të thella për kuptimin ton të vakumit. Nëse koha është emergjente, atëherë fluktuacionet e vakumit nuk janë ngjarje që ndodhin në kohë, por marrëdhënie midis gjendjes së fushave kuantike. Vakumi nuk është diçka që ekziston në një moment të caktuar, por një rrjet marrëdhëniesh që përcakton se si fusha ndërveprojnë me njëra tjetrën. Dhe universi ynë, me të gjithë historinë e tij, është vetëm një konfiguracion i veçantë i këtij rrjeti, një nga një numër i pafund konfigurimesh të mundshme. Le të shqyrtojmë tani një eksperiment mendor tjetër. Imagjinoni se ju mund të krijoni një univers në laborator. Ju filloni me një rajon të vogël hapësire, më i vogël se një atom, dhe ju e mbushni atë me energji aq të dendur sa krijon një fushë inflacioni. Kjo fushë fillon të bjerë në një gjendje më të ulët energjie, dhe kjo rënje shkakton që rajoni i vogël i hapësirës të zgjerohet me shpejtësi eksponenciale. Në më pak se një sekond, ky rajon është rritur në diçka më të madhe se universi ynë i vëzhgueshëm. Dhe brenda tij, fluktuacionet kuantike kanë krijuar farat nga të cilat do të rriten galaktikat, yllet, planetet. Kjo nuk është shkencë fantastike. Kjo është një pasojë e drejtë për drejtë e teorisë së inflacionit. Dhe ajo ngre një pyetje etike të thellë. Nëse ne mund të krijojmë universia në laborator, a duhet ta bëjmë? Çfarë përgjegjësie kemi ndaj qenieve inteligjente që mund të evoluojnë në këto universia? A jemi ne, në një kuptim shumë real, zota për ta? Dhe nëse ne mund të krijojmë universia, a është e mundur se universi ynë u krijua në një laborator nga një qytetërim i avancuar në një univers tjetër? Këto pyetje mund të duken spekuluese, por ato dalin nga shkenca e mirëfillt. Fizikanti amerikan Alan Guth, babai i teorisë së inflacionit, ka argumentuar se krijimi i universive në laborator mund të jetë teorikisht i mundur, edhe pse praktikisht jashtëzakonisht i vështirë. Dhe nëse është i mundur, atëherë është e arsyeshme të mendosh se ai mund të jetë bërë tashmë, diku në multivers. Tani le të kthehemi te një pyetje më praktike. A mund të shfrytëzojmë energjinë e vakumit?
A mund të përdorim fluktuacionet kuantike si një burim energjie? Përgjigja e shkurtër është jo, të paktën jo me teknologjinë që kemi sot. Energjia e vakumit është në gjendjen më të ulët të mundshme dhe për ta nxjerrë atë, do të duhej të krijoni një gjendje edhe më të ulët. Gjë që është e pamundur sipas ligjeve të fizikës që njohim. Është si të përpiqesh të nxjerrësh ujë nga fundi i një liçeni pa gërmuar më poshtë. Megjithatë, ka disa ide spekuduese. Nëse vakumi ynë nuk është në gjendjen më të ulët absolute, por në një gjendje metastabile, atëherë mund të jetë mundur të shkaktosh një tranzicion në një gjendje edhe më të ulët. Kjo do të çlironte një sasi të jashtëzakonshme energjie, por do të kishte një çmim. Tranzicioni do të përhapej me shpejtësinë e dritës, duke shkatërruar çdo gjë në rrugën e tij. Universi ynë do të transformohej në një univers me ligje të ndryshme fizike, dhe e gjithë materia siç e njohim do të pushonte se ekzistuari. Kjo quhet vdekja e vakumit, dhe ajo është një nga skenarët më të frikshëm që fizikantët kanë imagjinuar. Por sa e mundshme është kjo? Llogaritjet e fundit, bazuar në masën e bozonit Higgs dhe masën e kuarkut top, sugjerojnë se vakumi ynë mund të jetë me një gjendje metastabile. Kjo do të thotë se universi ynë mund të jetë në një gjendje të paqëndrueshme, si një top në majë të një kodre, dhe në çdo moment mund të bjerë në një gjendje më të ulët. Megjithatë, probabiliteti që kjo të ndodhë në një kohë të shkurtër është jashtëzakonisht i vogël. Universi ynë mund të jetojë për triliona vjet para se një tranzicion i tillë të ndodhë. Le të përfundojmë këtë pjesë me një reflektim. Ne kemi udhëtuar nga fluktuacionet e vogla të vakumit, nga grimcat virtuale që lindin dhe zhduken në çdo moment, deri te pyetjet më të mëdha të ekzistencës. Nga erdhi universi? Çfarë është realiteti? Çfarë është koha? Dhe në çdo hap të kësaj udhtimi, ne kemi zbuluar se realiteti është më i çuditshëm, më i pasur, më i ndërlikuar se sa çdo gjë që mund të kishim imagjinuar. Vakumi nuk është bosh. Asgjëja nuk është asgjë. Dhe universi ynë, me të gjitha galaktikat, yllet dhe jetën që njohim, mund të jetë vetëm një val në një oqean të pafund mundësish. Por historia nuk mbaron këtu. Ka edhe më shumë për të zbuluar, edhe më shumë pyetje për të përgjigjur. Çfarë është vetëdia? Si lind ajo nga materia e pajet? A ka një lidhje midis mekanikës kuantike dhe vetëdijes? Dhe çfarë do të thotë të ekzistosh në një univers ku asgjëja është plot me gjithçka? Në vitin 2015, një ekip shkencëtarësh në Universitetin e Vjenës kreu një eksperiment që do të dukej i pamundur vetëm disa dekada më parë. Ata morën një molekulë organike të madhe, të përbërë nga 820 atome, dhe e bën atë të kalojë nëpër një eksperiment me 2 të qara, dhe ajo kaloi nga të dyja të qarat njëkohësisht. Një objekt që ju mund ta shihni në një mikroskop, i përbërë nga mijëra atome, u sol si një valë kuantike. Kjo nuk ishte një elektroni vetëm, kjo nuk ishte një foton, kjo ishte një strukturë komplekse molekulare dhe ajo ekzistoi në 2 vende njëkohësisht derisa dikush e vëzgoi. Tani pjesni veten. Ku është kufiri? Sa i madh mund të jetë një objekt dhe ende të shfaqë sjellje kuantike? A mund një bakterie të jetë në 2 vende njëkohësisht? A mund një qeliz? A mund një tru njerëzor? Dhe nëse përgjigja është po, atëherë çfarë do të thotë kjo për natyrën e vetdijes? Kur ju mendoni një mendim, kur ju bëni një zgjedhje, a është truri juaj në një superpozicion të gjitha mendimeve të mundshme, të gjitha zgjidhjeve të mundshme, derisa ju vëzgoni veten tuaj dhe zgjidhni një rrugë? Le të shqyrtojmë një eksperiment tjetër edhe më i çuditshëm. Në vitin 2023, fizikantët në Institutin e Teknologjisë i Massachusettit krijuan një sistem ku një oscilator mekanik, një objekt që mund të shihet me sy të lirë, u ftoh në gjendjen e tij kuantike themelore. Kjo do të thotë se lëvizja e tij u redukua në nivelin minimal të lejuar nga parimi i pasigurisë së Heisenbergut. Objekti nuk ishte plotësisht i palvishëm, sepse kjo do të ishte e pamundur. Por ai po dridhej me amplitudën më të vogël të mundshme, duke u lëkundur midis ekzistencës dhe jo ekzistencës në nivelin kuantik. Dhe kjo dridhje nuk vinte nga temperatura, nga nxehtësia e mjedisit. Ajo vinte nga vetë vakumi,
nga fluktuacionet e pikës zero që nuk mund të eliminohen kurrë. Imagjinoni tani se çfarë do të thotë kjo. Edhe në temperaturën zero absolute, kur të gjithë lëvizja termike ka ndaluar, objektet ende lëvizin. Ato lkunden për shkak të vakumit kuantik. Atomet në trupin tuaj, molekulat në qelizat tuaja, elektronet që përçojnë sinjalet nervore në trurin tuaj, të gjitha po dridhen për shkak të fluktuacioneve të vakumit. Ju jeni, në një kuptim shumë real, të lidhur me strukturën më themelore të realitetit. Çdo mendim që mendoni, çdo ndjenjë që ndjeni, ndodh në një substrat që po lkundet me ritminë e vakumit kuantik. Por le të shkojmë më thellë. Le të flasim për një nga eksperimentet më të çuditshme që është propozuar ndonjëherë, edhe pse nuk është kryer ende. Quhet eksperimenti i miqve të Wignerit, propozuar nga fizikanti Eugene Wigner në vitin 1961. Imagjinoni se një mik i juaj është në një laborator të izoluar dhe po kryen një eksperiment kuantik. Ai mat një grincë dhe vëzgon një rezultat të caktuar, le të themi spin lart. Por ju, jashtë laboratorit, nuk e dini këtë rezultat. Për ju, sistemi që përfshin mikun tuaj dhe grincën është ende në një superpozicion. Miku juaj është në një superpozicion të parit spin lart dhe të parit spin poshtë. Vetëm kur ju hapni derën e laboratorit dhe pyesni mikun tuaj, sistemi kolapson për ju. Por ja problemi, miku juaj do të insistoj se ai pa një rezultat të qartë, se grimca kishte spin lart, se nuk kishte asnjë superpozicion. Për të, kolapsi ndodhi kur ai bëri matjen. Për ju, kolapsi ndodhi kur ju morët informacionin prej tij. Kush ka të drejtë? Kjo nuk është vetëm një pyetje filozofike. Kjo është një pyetje që prek vetë natyrën e realitetit dhe të vetdijes. Nëse të dy keni të drejtë, atëherë realiteti është relativ ndaj vëzhguesit. Nëse vetëm njëri ka të drejtë, atëherë duhet të ketë një kufi të qartë midis botës kuantike dhe botës klasike, midis sistemeve që mund të jenë në superpozicion dhe sistemeve që nuk mund. Në vitin 2020, një version i modifikuar i këtij eksperimenti u krye duke përdorur fotone dhe qarqe kuantike. Rezultatet treguan se të dy vëzhguesit mund të kenë të drejtë nga perspektiva e tyre, duke konfirmuar se realiteti në mekanikën kuantike është vërtet relativ ndaj vëzhguesit. Kjo nuk është një problem me matjet tona. Kjo është një pronë themelore e realitetit. Nuk ka një fakt objektiv i pavarur nga vëzhgimi. Realiteti krijohet në aktin e vëzhgimit. Tani, le të lidhim këtë me vakumin. Nëse realiteti krijohet në aktin e vëzhgimit, atëherë çfarë është vakumi para se të vëzgohet? A është ai në një superpozicion të gjitha gjendjes së mundshme? Dhe kur ne e vëzgojmë, kur ne matim fluktuacionet e tij, apo zgjedhim në një realitet të veçantë nga një oqean mundësish? Disa fizikantë, si John Wheeler, kanë argumentuar se po. Universi, në këtë pamje, është një sistem që vetë krijohet nëpërmjet vëzhgjimit. Në fillim nuk kishte asgjë. Pastaj, nëpërmjet një procesi që ne ende nuk e kuptojmë plotësisht, lindi vëzhgjimi dhe me të lindi realiteti. Le të shqyrtojmë tani një fenomen tjetër të çuditshëm, tunelimin kuantik. Imagjinoni një grincë që përpiqet të kalojë nëpër një pengesë. Në fizikën klasike, nëse grimca nuk ka energji të mjaftueshme, ajo nuk mund të kalojë pengesën. Por në mekanikën kuantike, grimca ka një probabilitet jo zero për të tuneluar nëpër pengesë, për të shfaqur në anën tjetër, edhe pse nuk kishte energji të mjaftueshme për ta kapërcyer atë. Kjo nuk është metaforë. Kjo është një proces real që ndodh triliona herë në çdo sekondë në trupin tuaj. Reaksionet kimike që mbajnë ju gjallë, proceset që ndodhin në ADN-ën tuaj, shumë prej tyre varen nga tunelimi kuantik. Por ja çfarë është vërtet e çuditshme. Tunelimi kuantik është i mundur për shkak të vakumit. Kur një grimcë tunelon nëpër një pengesë, ajo merr hua energji nga vakumi për një kohë të shkurtër, energji që i lejon asaj të ekzistojë në një rajon ku klasikisht nuk duhet të jetë. Pastaj, ajo kthejnë këtë energji në vakum. Kjo është një tjetër manifestim i parimit të pasigurisë së Heisenbergut. Energjia dhe koha nuk mund të jenë të dyja të sakta, dhe kjo pasiguri lejon procese që do të ishin të pamundshme në një botë klasike. Në vitin 1928, fizikanti rus George Gamow
përdori tunelimin kuantik për të shpjeguar se si yjet prodhojnë energji. Në bërthamën e një ylli, temperatura është rreth 15 milion grad, e mjaftueshme për të dhënë protoneve energji të konsiderueshme, por jo e mjaftueshme për t'i bërë ata të kapërcejnë plotësisht shtytjen elektrike që i ndan. Megjithatë, nëpërmjet tunelimit kuantik, protonet mund të kalojnë nëpër këtë pengesë dhe bashkohen duke çliruar energji në procesin e fuzionit bërthamor. Pa tunelimin kuantik, yjet nuk do të ndriconin, dielli nuk do të ekzistonte, jeta nuk do të ishte e mundur. Le të shkojmë tani në një shkallë edhe më të madhe. Le të flasim për strukturën e madhe të universit. Kur astronomët hartojnë pozicionin e galaktikave në hapësirë, ata shohin një model të çuditshëm. Galaktikat nuk janë të shpërndara në mënyrë uniforme. Ato formohen në filamente të gjata, në mure të mëdha që rrethojnë rajonet e zbrazta të quajtura void. Kjo strukturë e quajtura rrjeta kozmike duket si një sfungjer gjigant tridimensional. Dhe burimi i kësaj strukture, fluktuacionet e vakumit në fazën e inflacionit. Në momentin kur universi kishte vetëm 1,35 sekonde, fluktuacionet kuantike në fushën e inflacionit krijuan rajone me dëndësi pak më të lartë dhe pak më të ulët. Këto diferenca ishin jashtëzakonisht të vogla, vetëm një pjesë në 100.000, por kur universi u zgjerua, këto fluktuacione u zmadhuan. Rajonet me dëndësi më të lartë tërhoqën më shumë materie nëpërmjet gravitetit, duke u bërë edhe më të densa. Me kalimin e miliona dhe miliarda vjetëve, këto rajone u bën galaktikat që shohim sot. Çdo galaktik, çdo yll, çdo planet, çdo atom në trupin tuaj, rrjedh nga një fluktuacion kuantik që ndodhi në momentin e parë të universit. Kjo është një nga zbulimet më të thella të shkencës moderne, se struktura e madhe e universit, me të gjithë kompleksitetin e saj, me të gjithë bukurinë e saj, rreth nga fluktuacionet e rastësishme të vakumit kuantik. Nuk kishte plan, nuk kishte dizajn. Kishte vetëm ligjet e fizikës, duke vepruar mbi një substrat të paqëndrueshëm, duke krijuar rend nga kaosi. Por le të pyesim, a është ky rend vërtet i rastësishëm? Apo ka diçka më të thellë? Në vitin 1973, fizikanti britanik Brandon Carter vuri re diçka të çuditshme. Konstantet themelore të fizikës, numrat që shfaqen në ekuacionet tona dhe që përcaktojnë forcën e forcave themelore, duken të sintonizuara me saktësi të jashtëzakonshme për të lejuar ekzistencën e jetës. Nëse forca elektromagnetike do të ishte vetëm pak më e fortë ose më e dobët, atomet nuk do të mund të formonin molekula komplekse. Nëse forca bërthamore e fortë do të ishte pak e ndryshme, yjet nuk do të mund të sintetizonin elementet e rënda që janë të nevojshme për jetën. Nëse energjia e errët do të ishte pak më e madhe, universi do të ishte zgjeruar aq shpejt sa galaktikat nuk do të kishin pasur kohë të formohen. Kjo quhet problemi i sintonizimit të imët dhe ajo ka shkaktuar debate të zjarrta midis shkencëtarëve. Disa argumentojnë se kjo është prova e një dizajni inteligjent, se universi u krijua me qëllim për të lejuar jetën. Të tjerë argumentojnë se kjo është thjesht një pasojë e parimit antropik. Ne vëzgojmë një univers të sintonizuar për jetën, sepse në një univers të pasintonizuar nuk do të kishte askush për ta vëzguar atë. Dhe nëse ekzistojnë një numër i pafund universish në multivers, secili me konstante të ndryshme, atëhere nuk është e çuditshme që ne gjendemi në një nga ata ku jeta është e mundur. Por ka një interpretim tjetër, më radikal. Fizikanti amerikan Lee Smolin ka propozuar se universit mund të evoluojnë nëpërmjet një procesi ngjashëm me përzgjedhjen natyrore. Çdo herë që formohet një vrimë e zezë, ajo mund të krijojë një univers të ri, me konstante pak të ndryshme. Universit që prodhojnë më shumë vrima të zeza do të kenë më shumë pasardhës, dhe me kalimin e kohës, multiversi do të mbushet me universi që janë të optimizuara për të prodhuar vrima të zeza. Dhe rastësisht, konstantet që favorizojnë formimin e vrimave të zeza janë të njëjtat që favorizojnë formimin e yjeve, të planeteve, të jetës. Ne jemi, në këtë pamje, një produkt ansor i një procesi kozmik evolucionar. Kjo ide është spekuluese, por ajo ilustron se sa të ndryshme mund të jenë shpjegimet për të njëjtin fenomen.
Shkenca nuk na jep përgjigje absolute. Ajo na jep modele, mënyra për të menduar për realitetin që janë të qëndrueshme me vëzhgjimet tona. Dhe ndonjëherë, modele të ndryshme mund të jenë po aq të vlefshme, duke na lënë të zgjedhim midis tyre, bazuar në kritere që nuk janë thjesht shkencore, por edhe filozofike dhe estetike. Le të kthehemi tani te një pyetje që kemi shmangur deri tani. Çfarë është materia e errët? Ne e dim se rreth 25% e energjisë së universit është në formën e diçkaje që ne e quajmë materie e errët. Një substancë që nuk emetojnë dritë, që nuk ndërvepron me forcën elektromagnetike, por që ka masë dhe krijon efekte gravitacionale. Ne e dim se ajo ekziston sepse shohim efektet e saj. Galaktikat rrotullohen më shpejt se sa duhet, bazuar në materien e dukshme, grumbullime galaktikash mbahen së bashku nga një forcë gravitacionale më e madhe se sa mund të shpjegojë materia e dukshme, drita nga galaktikat e largëta përkulet nga fusha gravitacionale të krijuara nga diçka e padukshme. Por çfarë është kjo substancë? Një hipotezë është se ajo është e bërë nga grinca të reja, grinca që nuk janë pjesë e modelit standard të fizikës së grincave. Këto grinca, të quajtura WIMP, grinca masive që ndërveprojnë dobët, do të ishin të rënda, rreth 100 herë më të rënda se një proton, dhe do të ndërvepronin vetëm nëpërmjet forcës gravitacionale dhe forcës bërthamore të dobët. Për dekada, shkencëtarët kanë kërkuar këto grinca në eksperimente nëntoksore, ku detektor të ndjeshëm presin të kapin një përplasje të rrallë midis një WIMP dhe një bërtham atomike. Por deri tani, asnjë zbulim i qartë nuk është bërë. Një hipotezë tjetër është se materia e errët është e bërë nga aksi, grinca hipotetike shumë të lehta që u propozuan fillimisht për të zgjidhur një problem në kromodinamikën kuantike. Aksionet do të ishin aq të lehta sa triliona prej tyre do të kalonin nëpër trupin tuaj çdo sekond pa lënë gjurmë. Por në shkallë kozmike, numri i tyre i jashtëzakonshëm do të krijonte efekte gravitacionale të matshme. Eksperimente për të kërkuar aksione janë në zhvillim, duke përdorur kavitete rezonuese që mund të konvertojnë aksione në fotone në prani të një fushe magnetike të fortë. Por ka edhe një mundësi më radikale, se materia e errët nuk është materie fare, por një modifikim i vetë ligjeve të gravitetit. Sipas disa teorive, të quajtura teoritë të gravitetit të modifikuar, forca gravitacionale nuk sillet saktësisht siç parashikon relativiteti i përgjithshëm në shkallë të mëdha. Në vend që të bie me katrorin e kundërt të distancës, ajo mund të bjerë më ngadalë, duke krijuar efekte që ne i interpretojmë si materie e errët. Këto teori janë kontroverse, por ato mbeten një mundësi të hapur. Çfarë lidhje ka kjo me vakumin? Disa fizikantë kanë propozuar se materia e errët mund të jetë një manifestim i fluktuacioneve të vakumit në një shkallë të re. Ashtu si grimcat virtuale lindin dhe zhduken në vakumin kuantik, mund të ketë struktura më të qëndrueshme, më të gjata jetëse, që lindin nga vakumi dhe që sjellin si materie. Këto struktura nuk do të jenë grimca në kuptimin tradicional, por eksitacione të fushave kuantike që kanë pronë të veçanta, duke ndërvepruar vetëm dobët me materien normale. Le të shqyrtojmë tani një eksperiment që po kryhet në këtë moment ndërsa ju dëgjoni këto fjalë. Në stacionin ndërkombëtar hapësinor, instrumenti i quajtur spektrometri magnetik alfa po mat rreze kozmike, grinca me energji të lartë që vijnë nga hapësira e thellë. Midis këtyre grincave, shkencëtarët po kërkojnë një sinjal specifik, një teprice pozitroneve, antimateria e elektroneve, në një gamë të caktuar energjie. Nëse kjo teprice ekziston, ajo mund të jetë një sinjal i materisë së errët duke u shkatëruar, duke krijuar çifte grincash dhe antigrincash që pastaj udhëtojnë nëpër galaktikën derisa arrijnë tek ne. Rezultatet deri tani janë intrigëse, por jo përfundimtare. Ka një tepric të pozitroneve, por nuk është e qartë nëse ajo vjen nga materia e errët apo nga burime më konvencionale si pulsarët, Jet neutron që rrotullohen me shpejtësi të jashtëzakonshme dhe që krijojnë fusha magnetike aq të forta sa përshpejtojnë grimcat në energji ekstreme. Shkenca shpesh funksionon kështu. Një zbulim i mundshëm, pasuar nga vite analizash dhe debatesh,
derisa një konsensus formohet ose një shpjegim alternativ gjendet. Por le të shkojmë edhe më thellë. Le të flasim për një nga pyetjet më të mëdha që njerëzimi ka bërë ndonjëherë. A jemi vetëm në univers? A ka jetë tjetër, inteligjencë tjetër, diku në hapësirën e pafund? Për dekada, kjo pyetje ishte në fushën e filozofisë dhe shkencës fantastike. Por sot, ajo është një pyetje shkencore legjitim, me programe kërkimi të dedikuara dhe teleskop të fuqishëm që kërkojnë përgjigje. Në vitin 1995, astronomët Michel Mayor dhe Didier Queloz zbuluan planetin e parë që orbiton një yll të ngjashëm me dielin. Që atëherë, mijëra egzoplanete janë zbuluar. Dhe ne tani e dim se pothuajse çdo yll në galaktikën tonë ka të paktën një planet. Disa prej këtyre planeteve janë në zonën e banueshme, rajonin rreth illit ku temperatura lejon ujin e lëngshëm të ekzistojë në sipërfaqe. Dhe ku ka ujë, mund të ketë jetë. Por çfarë lloji jete? A do të jetë ngjashme me jetën në tokë e bazuar në kimikën e karbonit dhe ujit? Apo mund të ketë forma jete krejtësisht të ndryshme, të bazuara në kimika të tjera, në tretës të tjerë? Disa shkencëtarë kanë spekuluar se jeta mund të ekzistojë edhe në mjedise që ne do t'i konsideronim krejtësisht armiqësore. Në sipërfaqen e yjeve neutron, ku materia është aq e dendur sa një lugje saj do të peshonte 1 miliard tonë. Në atmosferën e gjigantëve të gazit, ku shtypja dhe temperatura krijojnë kushte që ne mezi mund t'i imagjinojmë. Apo edhe në vetë vakumin e hapësirës, ku fluktuacionet kuantike mund të krijojnë struktura komplekse që sjellin si jeta. Kjo ide e fundit mund të duket e çmendur, por ajo ka një bazë teorike. Në vitin 1970, fizikanti Freeman Dyson propozoi se në një të ardhme të largët, kur të gjitha yjet do të jenë shuar dhe universi do të jetë ftohur në temperatura afër zeros absolute, jeta mund të vazhdojë të ekzistojë në forma krejtësisht të reja. Këto forma jete nuk do të jenë të bazuara në kimikën organike, por në procese kuantike që ndodhin në temperatura të ulta. Ato do të mendojnë ngadalë, shumë ngadalë, por do të mendojnë. Dhe për shkak se universi do të jetë i pafund në kohë, këto qenie do të kenë një kohë të pafund për të menduar, për të krijuar, për të evoluar. Por le të kthehemi te e tashmja. Le të flasim për një nga eksperimentet më ambicioze që njerëzimi ka ndërmarrë ndonjëherë: kërkimin për sinjale nga qytetërimet të huaja. Programi SETI, kërkimi për inteligjencë jashtëtokësore, ka dëgjuar qiellin për dekada, duke kërkuar sinjale radio që mund të jenë transmetuar nga qytetërimet e avancuara. Deri tani, asnjë sinjal i qartë nuk është zbuduar. Por kjo nuk do të thotë se nuk ka askush atje. Mund të jetë se ne po kërkojmë në frekuencat e gabuara, ose se qytetërimet e avancuara përdorin teknologji komunikimi që ne ende nuk i kemi zbuduar. Një ide intrigese është se qytetërimet shumë të avancuara mund të komunikojnë duke manipuluar vetë vakumin kuantik. Nëse ju mund të kontrolloni fluktuacionet e vakumit, ju mund të kodoni informacion në to, duke krijuar një kanal komunikimi që do të ishte i padukshëm për qytetërime më pak të avancuara. Kjo do të ishte forma përfundimtare e kriptografisë. Mesazhet tuaja do të ishin të fshehura në vetë strukturën e hapësirës kohës, të padukshme për çdo që nuk di se si t'i lexoj. Por a është kjo e mundur? Teorikisht, po. Nëse ju mund të krijoni një fushë që ndërvepron me vakumin në një mënyrë të kontrolluar, ju mund të moduloni fluktuacionet e tij. Kjo do të kërkonte teknologji shumë përtej asaj që ne kemi sot, por nuk do të shkel asnjë ligj themelor të fizikës. Dhe nëse qytetërime të tilla ekzistojnë, ato mund të jenë duke komunikuar në këtë moment, duke dërguar mesazhe nëpër oqeanin e vakumit, mesazhe që ne ende nuk kemi mësuar t'i dëgjojmë. Le të përfundojmë këtë pjesë me një reflektim mbi natyrën e zbulimit shkencor. Çdo zbulim i madh në histori ka filluar me një pyetje të thjeshtë. Çfarë janë yjet? Nga vjen drita? Çfarë është materia? Dhe çdo përgjigje ka çelur një botë të re pyetjesh. Ne kemi zbuduar se yjet janë furra bërthamore, se drita është një valë elektromagnetike, se materia është e bërë nga atome. Por çdo përgjigje ka çelur mistere më të thella. Çfarë ndodh në bërthamën e një ylli kur ai vdes?
Si sjellin valët elektromagnetike si grimca dhe si val njëkohësisht? Çfarë mban atomet së bashku? Dhe tani, ne jemi në prag të një zbulimi edhe më të madh. Ne jemi duke mësuar se vakumi, ajo që ne e quanim asgjë, është në të vërtetë gjithçka. Ai është burimi i materjes, burimi i energjisë, burimi i vetë hapësirës dhe kohës. Ai është oqeani në të cilin ne notojmë, ajri që ne thithim, toka në këmbët tona. Dhe sa më shumë që ne mësojmë për të, aq më e çuditshme bëhet. Ne kemi parë se grimcat virtuale lindin dhe zhduken në çdo moment. Ne kemi parë se universi ynë mund të ketë lindur nga një fluktuacion i vakumit. Ne kemi parë se energjia e errët, forca që po përshpejton zgjerimin e universit, mund të jetë një manifestim i energjisë së vakumit. Ne kemi parë se materia e errët, substanca e padukshme që mban galaktikat së bashku, mund të jetë një formë e re e fluktuacioneve të vakumit. Dhe ne kemi parë se vetë realiteti, natyra e asaj që do të thotë të ekzistosh, mund të jetë e lidhur me vakumin në mënyra që ne sapo po fillojmë të kuptojmë. Por ka ende shumë që ne nuk e dim. Ne nuk e dim pse vakumi ka energjinë që ka. Ne nuk e dim pse konstantet themelore të fizikës kanë vlerat që kanë. Ne nuk e dim nëse universi ynë është i vetmi apo një nga një numër i pafund universish. Ne nuk e dim nëse jeta është e rrallë apo e zakonshme në univers. Ne nuk e dim nëse vetëdia është një fenomen unik për qeniet biologjike apo diçka që mund të lindin në çdo sistem mjaft kompleks. Këto janë pyetjet që do të përcaktojnë shkencën e shekullit të 21. Dhe përgjigjet, kur t'i gjejmë, do të transformojnë kuptimin ton të realitetit në mënyra që ne nuk mund t'i imagjinojmë. Sepse kjo është natyra e shkencës. Çdo përgjigje qel dyer të një bote të re pyetjesh. Çdo zbulim na çon më thellë në misterin e ekzistencës. Dhe ndërsa ne vazhdojmë këtë udhtim, një gjë mbetet e qartë. Asgjëja nuk është asgjë. Vakumi nuk është bosh. Dhe universi, me të gjithë kompleksitetin e tij, me të gjithë bukurinë e tij, me të gjithë misterin e tij, është shumë më i çuditshëm se sa çdo gjë që mund të kishim ndërruar. Në vitin 2024, një ekip ndërkombëtar shkencëtarësh publikoi një zbulim që do të dukej si shkencë fantastike vetëm një dekadë më parë. Duke përdorur teleskopet James Webb, ata zbuluan një galaktik që ekzistonte vetëm 300 milion vjet pas Big Bangut. Kjo galaktik ishte tashmë e pjekur, plot me yje të vjetër, me struktura komplekse që sipas të gjitha teorive tona duhej të kishin nevojë për miliarda vjet për të formuar. Por ajo ishte atje, duke na shikuar nga skaji i kohës, duke na sfiduar të rishikojmë gjithçka që menduam se e dinim për evolucionin e universit. Dhe ja çfarë është vërtet e çuditshme. Kjo nuk është përjashtimi. Teleskopi Webb po zbulon dhjetra galaktika të tilla, të gjitha shumë më të mëdha, shumë më të strukturuara se sa parashikojnë modelet tona. Është sikur universi i hershëm ishte në një nxitim, sikur diçka po e shtinte formimin e strukturave me një shpejtësi që ne nuk e kuptojmë. Dhe burimi i kësaj nxitimi mund të jetë pikërisht vakumi kuantik, me fluktuacionet e tij që ne ende nuk i kemi matur plotësisht, me energjinë e tij që ne ende nuk e kemi kuptuar plotësisht. Le të vendosim këtë në perspektivë. Imagjinoni që po shikoni një film të universit, por këtë herë po e luani përpara me shpejtësi maksimale. Filloni nga momenti i Big Bangut, 1/35 e një sekonde. Fluktuacionet kuantike në fushën e inflacionit krijojnë farat e të gjitha strukturave të ardhshme. 1 sekond. Kuarket bashkohen në protone dhe neutrone. 3 minuta. Bërthamat e para të lehta formohen. 380.000 vjet. Atomet e para formohen, universi bëhet transparent ndaj dritës. 100 milion vjet. Yjet e parë ndizen. 300 milion vjet. Galaktikat e para formohen, shumë më shpejt se sa pritej. 1 miliard vjet. Grumbullime galaktikash fillojnë të marrin formë. 3 miliarda vjet. Formimi i yjeve arrin kulmin. 9 miliarda vjet. Dieli dhe toka formohen. 14 miliarda vjet. Ne jemi këtu, duke vëzguar, duke matur, duke u përpjekur të kuptojmë. Por ja problemi. Çdo hap në këtë sekuencë varet nga vakumi kuantik.
Pa fluktuacionet e vakumit në fazën e inflacionit, nuk do të kishte fara për galaktikat. Pa tunelimin kuantik, yjet nuk do të mund të prodhonin energji. Pa efektin Kazimir dhe forcat e tjera që lindin nga vakumi, atomet nuk do të kishin strukturën që kanë. Pa energjinë e errët, që mund të jetë një manifestim i vakumit, universi do të kishte kolapsuar në veten e tij shumë kohë më parë. Vakumi nuk është vetëm sfondi mbi të cilin ndodh drama kozmike. Ai është aktori kryesor, regjisori dhe vetë skena. Tani, le të flasim për diçka që mund t'ju ketë shqetësuar gjatë gjithë kësaj historie. Ju mund të mendoni, kjo tingëllën shumë si pseudoshkencë. Grimca që lindin nga asgjëja, universa paralele, energjie pafund në hapësirë boshe. Si mund të jetë kjo e vërtet? Dhe keni të drejtë që t'jeni skeptik. Skepticizmi është zemra e metodës shkencore. Çdo pretendim i jashtëzakonshëm kërkon prova të jashtëzakonshme. Dhe ja ku është diferenca midis shkencës së mirëfilt dhe pseudoshkencës. Shkenca e mirëfilt jep prova. Ajo jep parashikime specifike, të testueshme. Ajo ndërton aparate që kushtojnë miliarda euro për të testuar një ekuacion të vetëm. Ajo publikon rezultatet në revista ku ekspertët më të mirë në botë i shqyrtojnë me kujdes çdo pretendim. Efekti Kazimir u mat për herë të parë në vitin 1958 nga Markus Sparnai, që atëherë është matur me saktësi në rritje në 10 laborator në mbar botën. Rrezatimi Hawking. Edhe pse nuk është vëzguar drejt për drejt nga vrimat e zeza reale, për shkak se është jashtëzakonisht i dobët, analogjet e tij janë krijuar në laborator duke përdorur fluide, dritë dhe madje edhe atome të ftohta. Bozoni Higgs. U zbulua në vitin 2012 pas dekada shkërkimi, duke konfirmuar një parashikim që ishte bërë në vitet 1906 vjet. Energjia e errët. Zbulimi i saj në vitin 1998 u konfirmua nga vëzhgjime të pavarura dhe shkencëtarët që zbuluan atë fituan çmimin Nobel. Por ja çfarë është e rëndësishme? Shkenca nuk pretendon se di gjithçka. Ajo nuk pretendon se ka përgjigjet përfundimtare. Çdo teori shkencore është një model, një përshkrim i realitetit që funksionon brenda një fushe të caktuar. Mekanika newtoniane funksionon përsosëm për të përshkruar lëvizjen e planeteve, por dështon në shpejtësi shumë të larta ose në fusha gravitacionale shumë të forta. Relativiteti i përgjithshëm e zgjeron këtë, por dështon në shkallë kuantike. Mekanika kuantike përshkruan botën e grimcave me saktësi të pabesueshme, por nuk përfshin gravitetin. Ne jemi ende duke kërkuar teorinë përfundimtare, teorinë që bashkon gjithçka. Dhe këtu është ku bëhet vërtet interesante. Çdo herë që ne mendojmë se jemi afër të kuptuarit të gjithçkaje, natyra na hedh një surprizë. Në fund të shekullit të 19-vjet, fizikantët mendonin se kishin zgjidhur pothuajse gjithçka. Kishte vetëm disa erre të vogla në horizont. Problemi i trupit të zi, eksperimenti Michelson-Morley, disa anomali në orbitën e Merkurit. Por këto erre të vogla quan në revolucionet më të mëdha në historinë e shkencës, mekanikën kuantike dhe relativitetin. Dhe sot, ne jemi në një situatë të ngjashme. Ne kemi erre të vogla, problemi i konstantes kozmologjike, problemi i hierarkisë, mungesa e materjes së errët në eksperimente, tensioni Hubble. Dhe këto re mund të jenë duke na treguar se diçka themelore mungon në kuptimin tonë të realitetit. Le të shqyrtojmë një nga këto re më në detaje, tensioni Hubble. Kur ne matim shpejtësinë me të cilën universi po zgjerohet duke përdorur metoda të ndryshme, marrim rezultate të ndryshme. Nëse matim zgjerimin duke vëzhguar galaktikat e afërta, marrim një vlerë. Nëse e matim duke analizuar rrezatimin kozmik të sfondit, marrim një vlerë tjetër. Diferenca është vetëm rreth 10%, por në shkencë një diferencë e tillë është e rëndësishme. Ose matjet tona kanë gabime sistematike që ne nuk i kemi identifikuar, ose diçka themelore është gabim në modelin tonë të universit. Një mundësi është se energjia e errët nuk është konstante, por po ndryshon me kalimin e kohës. Një tjetër është se ka një fazë të re të fizikës që ndodh në shkallë të caktuara që ne nuk e kemi marrë parasysh.
Një e treta është se vakumi kuantik ka pronë që ne ende nuk i kemi zbuluar, pronë që ndikojnë në zgjerimin e universit në mënyra të papritura. Çdo nga këto mundësi do të kërkonte një rishikim themelor të teorive tona, një revolucion të ri në fizik. Por le të shkojmë edhe më thellë. Le të flasim për diçka që është edhe më themelore se vakumi, vetë natyra e ekzistencës. Pse ekziston diçka në vend ta zgjoje? Kjo është pyetja që filozofët e kanë bërë për mijëra vjet dhe që shkenca moderne po fillon ta trajtojë seriozisht. Një përgjigje e mundshme vjen nga mekanika kuantike. Sipas parimit të pasigurisë së Heisenbergut, asgjë absolute është e pamundur. Nëse do të kishte vërtet asgjë, energjia do të ishte zero me saktësi absolute, dhe kjo do të shkelte parimin e pasigurisë. Pra, në një kuptim shumë real, Ekzistenca është e pashmangshme. universi duhet të ekzistojë, sepse jo ekzistenca është e pamundur sipas ligjeve të mekanikës kuantike. Por kjo ngre një pyetje më të thellë. Pse ligjet e mekanikës kuantike janë të tilla që bëjnë ekzistencën të pashmangshme? Pse parimi i pasigurisë është i vërtet? Këtu shkenca arrin në kufitë e saj. Ne mund të përshkruajmë se si funksionojnë ligjet e fizikës, por jo pse ato janë pikërisht kështu dhe jo ndryshe. Disa fizikantë, si Max Tegmark, argumentojnë se të gjitha ligjet e mundshme të fizikës ekzistojnë diku në multivers, dhe ne thjesht gjendemi në një univers ku ligjet lejojnë ekzistencën e vëzhguesve. Të tjerë argumentojnë se duhet të ketë një parim më themelor, një metaligj, që përcakton se cilat ligje janë të mundshme dhe cilat jo. Le të shqyrtojmë tani një eksperiment mendor që shkon në zemër të kësaj pyetjeje. Imagjinoni se ju mund të krijoni një makinë asgjës, Një pajisje që heq çdo gjë nga një rajon i hapësirës, çdo atom, çdo foton, çdo fush, çdo fluktuacion. Çfarë do të mbetej? Sipas fizikës moderne, asgjë nuk do të mbetej, sepse vetë hapësira është e bërë nga fusha kuantike. Nëse ju hiqni fushat, ju hiqni hapësirën. Dhe nëse ju hiqni hapësirën, çfarë keni? Jo asgjë në kuptimin e një hapësire boshe, por një mungesë absolute e çdo gjëje, duke përfshirë vetë konceptin e vendit ku diçka mund të ekzistojë. Kjo është një ide që e bën trurin të dhëmb. Ne jemi mësuar të mendojmë për hapësirën si një kontejner, një sken ku ngjarjet ndodhin, por fizika moderne na tregon se hapësira vetë është dinamike, është diçka që mund të krijohet dhe shkatërohet, që mund të përkulet dhe të dridhet. Dhe nëse hapësira mund të krijohet, atëherë pyetja, çfarë kishte para Big Bangut, mund të mos ketë kuptim, sepse para është një koncept kohor dhe koha vetë u krijua në Big Bang. Le të kthehemi tani te diçka më konkrete, por po aq e çuditshme. Në vitin 2023, fizikantët në Universitetin e Kopenhagës kryen një eksperiment ku ata krijuan një kristall kohor, një strukturë që përsëritet jo vetëm në hapësirë, por edhe në kohë. Imagjinoni një kristall normal. Atomet janë të rregulluara në një model që përsëritet në hapësirë. Tani imagjinoni një strukturë ku gjendja e sistemit përsëritet në kohë, duke kaluar nëpër të njëjtin cikel përsëri dhe përsëri, pa humbur energji. Kjo duket se shkel ligjin e dytë të termodinamikës, që thot se entropia duhet të rritet gjithmonë. Por në fakt nuk e shkel, sepse sistemi është i izoluar dhe nuk shkëmben energji me mjedisin. Pse është kjo e rëndësishme për vakumin? Sepse tregon se koha, ashtu si hapësira, ka një strukturë që mund të manipulohet. Nëse ne mund të krijojmë struktura që përsëriten në kohë, atëherë ndoshta vakumi vet ka një strukturë kohore që ne ende nuk e kemi zbuluar. Ndoshta fluktuacionet e vakumit nuk janë plotësisht të rastësishme, por kanë një model, një ritëm që përsëritet në shkallë kohore aq të vogla sa ne nuk mund ta matim ende. Le të shkojmë tani në shkallën më të madhe të mundshme. Le të flasim për fatin përfundimtar të universit. Sipas vëzhgjimeve tona, universi po zgjerohet me një shpejtësi në rritje. Nëse kjo vazhdon në një të ardhme të largët, rreth 100 miliarda vjet nga tani, të gjitha galaktikat, përveç atyre në grupin ton lokal, do të jenë lëvizur aq larg sa drita e tyre nuk do të na arrijë më kurrë. Qielli do të errësohet. Pas 1 trilioni vjetësh, yjet e fundit do të shuan. Pas 100 trilion vjetësh, edhe gjuzhat e kuqe, yjet më të gjatë jetës,
do të kenë djegur të gjithë karburantin e tyre. Universi do të jetë i mbushur me gjufka të zeza, yje neutron, vrima të zeza dhe materie të shpërndar aq holl sa do të jetë pothuajse e padukshme. Por edhe atëherë, vakumi do të jetë atje. Fluktuacionet e tij do të vazhdojnë duke krijuar dhe shkatërruar grinca virtuale në një cikel të pafund. Dhe sipas disa teorive, këto fluktuacione mund të krijojnë ngjarje të rralla por të jashtëzakonshme. Çdo trilion vjet, një fluktuacion mund të jetë aq i madh sa krijon një tru Boltzmann, një strukturë e rastësishme që ka të gjitha kujtesën dhe përvojat e një truri njerëzor, por që ekziston vetëm për një moment para se të tretet përsëri në vakum. Apo çdo vjet në fuqinë 110 vjet, një fluktuacion mund të jetë aq i madh sa krijon një univers të ri, duke filluar ciklin përsëri. Kjo quhet hipoteza e rikthimit të Poincares, dhe ajo sugjeron se në një univers të pafund në kohë, çdo gjendje e mundshme do të përsëritet përfundimisht. Çdo kombinim i atomeve, çdo sekuencë ngjarjesh, çdo mendim që ju keni menduar ndonjëherë do të ndodhë përsëri dhe përsëri dhe përsëri në një cikël të pafund. Universi do të jetë një makinë e përjetshme e rikrijimit, e ushqyer nga fluktuacionet e pakufishme të vakumit. Por ja çfarë është vërtet e çuditshme. Ne nuk mund të dimë nëse kjo ka ndodhur tashmë. Nëse universi është i pafund në kohë, atëherë çdo gjendje e mundshme ka ndodhur një numër të pafund herësh. Ju mund të keni jetuar këtë jetë një numër të pafund herësh më parë dhe do ta jetoni një numër të pafund herësh përsëri. Çdo zgjedhje që ju bëni, çdo mendim që ju mendoni, ka ndodhur tashmë, diku në të kaluarën e pafund dhe do të ndodhë përsëri, diku në të ardhmen e pafund. Kjo ide është marrëse mendsh dhe ajo ngre pyetje të thella për natyrën e identitetit dhe kuptimit. Nëse gjithçka përsëritet përgjithmonë, a ka kuptim të flasim për ju si një individ unik? Apo jeni ju vetëm një model informacioni që shfaqet përsëri dhe përsëri në oqeanin e vakumit? Dhe nëse kjo është e vërtet, a ka kuptim të flasim për qëllim, për kuptim, për vlerë? Disa filozofë argumentojnë se po, ka kuptim. Edhe nëse gjithçka përsëritet, çdo moment është unik në përvojën e tij. Dhimbja që ju ndjeni është reale, gëzimi që ju përjetoni është real, dashuria që ju ndani është reale, pavarësisht nëse është ndodhur më parë ose do të ndodhë përsëri. Kuptimi nuk vjen nga unikaliteti, por nga vetë përvoja, nga vetë akti i të jetuarit. Të tjerë argumentojnë se kjo pamje e realitetit është thellësisht nihiliste, se ajo i zhvlerëson të gjitha përpjekjet tona, të gjitha arritjet tona. Nëse gjithçka do të harrohet përfundimisht, nëse universi do të kthehet në një gjendje të vakumit të ftohtë dhe të errët, atëherë çfarë rëndësie ka, çfarë bëjmë ne? Por ndoshta kjo është pyetja e gabuar. Ndoshta kuptimi nuk duhet të vijë nga një qëllim kozmik, nga një plan i madh. Ndoshta kuptimi krijohet nga ne, në çdo moment, në çdo zgjedhje që bëjmë, në çdo lidhje që formojmë. Ne jemi, në fund të fundit, pjesë e universit që po përpiqet të kuptoj veten. Ne jemi mënyra se si vakumi po bëhet i vetëdijshëm për veten e tij. Dhe kjo, ndoshta, është zbulimi më i thellë i të gjithëve, se vetëdia nuk është një aksident, një produkt ansor i evolucionit biologjik. Ajo mund të jetë një pronë themelore e realitetit, diçka që lind natyrshëm kur materia organizohet në mënyra mjaft komplekse. Nëse kjo është e vërtet, atëherë universi nuk është një vend i ftohtë dhe i padiferencuar. Ai është një vend ku kuptimi është i mundur, ku bukuria mund të vlerësohet, ku dashuria mund të ndahet. Le të përfundojmë këtë kulminacion me një reflektim mbi udhëtimin që kemi bërë. Ne filluam me një pyetje të thjeshtë: çfarë është asgjëja? Dhe ne zbuluam se asgjëja nuk ekziston. Çdo centimetër kub i hapësirës është plot me fusha kuantike, me fluktuacione, me potencial. Ne zbuluam se universi ynë mund të ketë lindur nga një fluktuacion i vakumit, se çdo strukturë që shohim, nga galaktikat më të mëdha te atomet më të vogla, rrjedh nga këto fluktuacione. Ne zbuluam se energjia e errët dhe materia e errët që përbëjnë 95% të universit, mund të jenë manifestime të vakumit që ne ende nuk i kuptojmë plotësisht. Por më e rëndësishmja,
Ne zbuluam se ka shumë që ne nuk e dim. Ne nuk e dim pse vakumi ka energjinë që ka. Ne nuk e dim nëse universi ynë është i vetmi. Ne nuk e dim nëse jeta është e rrallë apo e zakonshme. Ne nuk e dim se si lind vetëdia nga materia e pajet. Ne nuk e dim çfarë ndodh në brendësitë e një vrime të zezë. Ne nuk e dim se si të bashkojmë mekanikën kuantike me gravitacionin. Ne nuk e dim fatin përfundimtar të universit. Dhe kjo është bukuria e shkencës. Ajo nuk pretendon se di gjithçka. Ajo është një proces i përjetshëm i zbulimit, një udhtim që nuk ka fund. Çdo përgjigje çel dyert e një bote të re pyetjesh. Çdo zbulim na çon më thellë në misterin e ekzistencës. Dhe sa më shumë që ne mësojmë, aq më e çuditshme bëhet realiteti. Ne jemi në një moment të jashtëzakonshëm në historinë e njerëzimit. Për herë të parë, ne kemi mjetet për të eksploruar universin në shkallë që shtrihen nga më e vogla, 1/25 e 1 metri, deri te më e madhja, 10 miliarda vjet drite. Ne kemi teleskop që mund të shohin pothuajse deri në fillimin e kohës. Ne kemi përplasës grimkash që mund të rikrijojnë kushtet e momenteve të para të universit. Ne kemi kompjuter që mund të simulojnë evolucionin e galaktikave, formimin e yjeve, kimikën e jetës. Dhe çfarë po zbulojmë? Se universi është më i çuditshëm, më i pasur, më i bukur se sa çdo gjë që mund të kishim imagjinuar. Se vakumi nuk është bosh, por plot me jetë, me energji, me potencial. Se asgjëja është gjithçka. Dhe se ne, qeniet e vogla në një planet të vogël që rrotullohet rreth një ylli mesatar në një galaktik të zakonshme, jemi pjesë e kësaj historie të jashtëzakonshme. Ne jemi mënyra se si universi po shikon veten. Ne jemi mënyra se si vakumi po bëhet i vetëdijshëm. Dhe çdo pyetje që bëjmë, çdo eksperiment që kryejmë, çdo teori që ndërtojmë, është një hap tjetër në udhëtimin e universit drejt vetë kuptimit. Kjo është kulminacioni i historisë sonë, por jo fundi, sepse çdo kulminacion në shkencë është vetëm fillimi i një kapitulli të ri. Çdo zbulim çel dyert e mistereve më të mëdha, dhe ndërsa ne qëndrojmë këtu, në prag të zbulimeve që do të transformojnë kuptimin ton të realitetit, një gjë mbetet e qartë. Udhëtimi sapo ka filluar. Vakumi po pret, me sekretet e tij të pafund, me misteret e tij të pashtëruara. Dhe ne, me kuriozitetin ton të pashuar, me dëshirën ton për të kuptuar, do të vazhdojmë të kërkojmë, të zbulojmë. Sepse kjo është ajo që na bën njerëz. Kjo është ajo që na bën të gjallë. Dhe ndoshta në fund, kjo është përgjigja për pyetjen më të madhe të të gjithave. Pse ekziston diçka në vend të asgjëje? Sepse universi, në thelbin e tij, është një sistem që kërkon të kuptojë veten. Dhe ne jemi pjesa e tij që po e bën këtë. Në vitin 1927, Werner Heisenberg shkroi një fjali që do të ndryshonte përgjithmonë kuptimin ton të realitetit. Ne nuk mund të njohim, si parim, të tashmen në të gjitha detajet e saj. Ai po fliste për grimcat subatomike, por pa e ditur, ai po prekte diçka shumë më të thellë. Ai po zbulonte se universi, në thelbin e tij më themelor, nuk është i bërë nga objekte të ngurta me pronë të përcaktuara. Ai është i bërë nga mundësi, nga potencial, nga një det i pafund i asaj që mund të jetë. Dhe ja ku jemi ne, pothuajse një shekull më vonë, duke zbuluar se ky parim nuk vlen vetëm për grimcat e vogla. Ai vlen për gjithçka. Çdo atom në trupin tuaj ekziston në një gjendje e cila, në nivelin më themelor, është e papërcaktuar derisa diçka e vëzhgon. Çdo foton drite që godet syrin tuaj ka udhëtuar nëpër të gjitha rrugët e mundshme njëkohësisht derisa arriti tek ju. Çdo moment i së tashmes është një kolaps i një numri të pafund të ardhme të mundshme në një të tashme të vetme. Por le të shkojmë edhe më thellë. Le të pyesim diçka që filozofët kanë pyetur për mijëra vjet, por që shkenca moderne po fillon ta trajtojë me mjete të reja. Çfarë është vetëdia?
Në vitin 1988, fizikanti britanik Roger Penrose dhe anestezisti amerikan Stuart Hameroff propozuan një teori radikale. Ata argumentuan se vetëdia nuk është thjesht një produkt i proceseve elektrokimike në tru, por diçka më themelore. Ata sugjeruan se vetëdia lind nga procese kuantike që ndodhin në strukturat e quajtura mikrotubula brenda neuroneve. Këto struktura, than ata, mund të mbajnë superpozicione kuantike për kohë mjaft të gjata sa të krijojnë fenomene të vetëdijes. Kjo teori është kontroverse. Shumica e shkencëtarëve argumentojnë se truri është shumë i ngrohtë, shumë i lagësht, shumë kaotik për të mbajtur gjendje kuantike. Por eksperimentet të fundit kanë treguar se proceset kuantike mund të mbijetojnë në mjedise biologjike më gjatë se sa mendonim. Fotosinteza, procesi me të cilin bimët konvertojnë dritën në energji, përdor koherencën kuantike. Disa shpend lundrojnë duke përdorur efekte kuantike në sytë e tyre. Ndoshta truri, struktura më komplekse që njohim në univers, gjithashtu shfrytëzon fenomene kuantike në mënyra që ne sapo po fillojmë të kuptojmë. Por edhe nëse vetëdia nuk varet nga mekanika kuantike, lidhja midis tyre mbetet e thellë, sepse në mekanikën kuantike vëzhguesi luan një rol themelor. Sistemi nuk ka pronë të përcaktuara derisa dikush i mat. Realiteti, në një kuptim shumë real, krijohet në aktin e vëzhgjimit. Dhe kush është vëzhguesi? Një qenje me vetdije. Kjo na çonte një nga pyetjet më të thella që shkenca ka hasur ndonjëherë. A krijon vetdia realitetin? Apo realiteti krijon vetdinë? Apo të dyja janë aspekte të diçkaje më themelore? Diçkaje që ne ende nuk e kemi emërtuar. John Wheeler, fizikanti që propozoi eksperimentin me zgjedhje të vonuar, besonte se universi është një sistem që vetë krijohet nëpërmjet vëzhgjimit. Ai e quajti këtë univers pjesëmarrës. Në këtë pamje, universi i hershëm ekzistonte në një superpozicion të të gjitha gjendjes së mundshme derisa lindi jeta, derisa lindën vëzhgues që mund të matin dhe të zgjevin. Dhe në atë moment, e kaluara e universit u përcaktua retroaktivisht. Historia e universit u shkrua nga e ardhmja. Kjo tingëllon si shkencë fantastike, por ajo del nga matematika e mekanikës kuantike. Nëse eksperimenti me zgjedhje të vonuar funksionon për fotone individuale, pse nuk do të funksiononte për universin si tërësi? Nëse e ardhmja mund të ndikojë në të kaluarën në nivelin kuantik, pse nuk në nivelin kozmik? Dhe këtu arrim të një realizim i çuditshëm. Ndoshta, pyetja nga erdhi universi nuk ka kuptim në mënyrën që ne e mendojmë. Ndoshta universi nuk erdhi nga asgjëja. Ndoshta ai është një strukturë që ekziston jashtë kohës, një tërësi e pandashme, ku e kaluara, e tashmja dhe e ardhmja janë po aq reale. Dhe ajo që ne e perceptojmë si rrjedhje e kohës, është vetëm mënyra se si ne, si vëzhgues të brendshëm, përjetojmë këtë tërësi. Le të shqyrtojmë tani diçka që kemi shmangur deri tani, kufi dhe njohurisë son. Çfarë nuk e dim? Ne nuk e dim pse vakumi ka energjinë që ka. Ekuacionet tona parashikojnë një vlerë që është 1/120 zero më e madhe se ajo që vëzhgojmë. Kjo është diferenca më e madhe midis teorisë dhe eksperimentit në historinë e shkencës. Diçka themelore mungon në kuptimin ton. Ne nuk e dim çfarë është materia e errët. Ajo përbën 25% të universit, por ne nuk kemi kapur asnjë grimc të saj drejt për drejt. Ajo mund të jetë një lloj i ri grimc. Ajo mund të jetë një modifikim i gravitetit. Ajo mund të jetë diçka krejtësisht tjetër që ne ende nuk e kemi imagjinuar. Ne nuk e dim çfarë është energjia e errët. Ajo përbën 70% të universit, por ne nuk e dim natyrën e saj. Ajo mund të jetë energjia e vakumit. Ajo mund të jetë një fushë dinamike që po ndryshon me kalimin e kohës. Ajo mund të jetë një sinjal se ligjet e fizikës janë të ndryshme në shkallë kozmike. Ne nuk e dim se si të bashkojmë mekanikën kuantike me gravitacionin. Çdo përpjekje për të krijuar një teori të gravitacionit kuantik ka hasur në vështirësitë mëdha. Teoria e vargut ofron një rrugë të mundshme, por ajo kërkon dimensione shtesë që ne nuk mund t'i shohim dhe bën parashikime që janë jashtëzakonisht të vështira për t'u testuar.
Ne nuk e dim çfarë ndodh në brendësi të një vrime të zezë. Ekuacionet tona thyhen në singularitet, duke na treguar se diçka themelore mungon në kuptimin ton. Ndoshta hapësira dhe koha pushojnë se ekzistuari atje. Ndoshta ka një strukturë e re, një gjeometri e re që ne ende nuk e kemi zbuluar. Ne nuk e dim nëse universi ynë është i vetmi. Teoria e inflacionit sugjeron se mund të ketë një numër të pafund universish, secili me ligje të ndryshme fizike. por ne nuk kemi mënyrë për t'i vëzguar këto universi të tjera, për t'i testuar ekzistencën e tyre. Ato mund të mbeten përgjithmonë përtej horizontit ton të njohurisë. Ne nuk e dim se si lind jeta nga materia e pajet. Ne e dim se jeta ekziston, ne e dim se ajo evoluoi, por ne nuk e dim se si filloi. Eksperimentet kanë treguar se molekullat organike mund të formohen në kushte që mendonim se ishin armiqësore për jetën, por hapi nga molekullat organike të qiliza e parë e vetë replikueshme mbetet një mister. Ne nuk e dim nëse jemi vetëm në univers. Statistikisht duket e pazakont që jeta të ketë lindur vetëm një herë në një univers me 2 trilion galaktika, por ne nuk kemi gjetur asnjë provë të jetës jashtë tokës. Ndoshta jeta është e zakonshme, por inteligjenca është e rrallë. Ndoshta qytetërimet shkatërrojnë veten para se të arrijnë fazën ku mund të komunikojnë në përhyje. Ndoshta ne jemi vërtet të parët, Pionierët e vetdijes në një univers të ri. Ne nuk e dim çfarë është koha. A është ajo një dimension themelor i realitetit, apo një iluzion që lind nga mënyra se si ne perceptojmë ndryshimin? A rrjedh ajo në një drejtim, apo kjo është vetëm një pasojë e faktit se entropia po rritet? A mund të udhtohet në kohë, apo ligjet e fizikës e bëjnë këtë të pamundur? Ne nuk e dim çfarë është vetdia. A është ajo një pronë emergjente që lind kur materia organizohet në mënyra mjaft komplekse, apo është ajo diçka më themelore, një aspekt i realitetit që ekziston në nivele të ndryshme në të gjithë universin? A mund të ketë vetdije pa tru biologjik? A mund një kompjuter të jetë me të vërtet i vetdijshëm, apo ai vetëm simulon vetdijen? Këto janë pyetjet që përcaktojnë kufijtë e njohurisë son. Dhe ja çfarë është e bukur. Çdo gjenerat shkencëtarësh mendon se është afër të kuptuarit të gjithçkaje. Dhe çdo gjenerat zbulon se ka edhe më shumë që nuk e di. Horizonti i njohurisë po zgjerohet gjithmonë, por po zgjerohet edhe horizonti i ignorancës son. Sa më shumë që mësojmë, aq më shumë realizojmë se sa pak e dim. Por kjo nuk është arsye për dëshpërim. Kjo është arsye për shpresë. Sepse do të thotë se udhëtimi nuk ka fund. Do të thotë se do të ketë gjithmonë mistere të reja për të zbuluar, pyetje të reja për të bërë, horizonte të reja për të eksploruar. Tani le të bëjmë diçka që kemi bërë në fillim. Le të kthehemi te momenti ku filluam. Kujtoni se si filluam këtë udhëtim. Në këtë moment, ndërsa ju dëgjoni këto fjalë, në hapësirën midis atomeve të trupit tuaj po ndodh diçka e çmendur. Dhe tani, pas gjithë kësaj udhëtimi, pas gjithë këtyre zburimeve, le të pyesim përsëri. Çfarë po ndodh në hapësirën midis atomeve tuaja? Grinca virtuale po lindin dhe po zhduken. Fushat kuantike po lëkunden. Vakumi po dridhet me energjinë e tij të pakufishme. Por tani ju e dini se kjo nuk është vetëm një kuriozitet fizike. Kjo është zemra e realitetit. Kjo është burimi i gjithçkaje që ekziston. Kjo është oqeani në të cilin ju notoni, ajri që ju thithni, toka në këmbët tuaja. Ju jeni, në çdo moment, të lidhur me strukturën më themelore të universit. Çdo atom në trupin tuaj ka lindur në bërthamën e një ylli që vdiq miliarda vjet më parë. Çdo foton që godet syrin tuaj ka udhëtuar nëpërmjet hapësirës për miliona ose miliarda vjet. Çdo mendim që mendoni ndodh në një substrat që po lëkundet me ritmin e vakumit kuantik. Ju nuk jeni të veçuar nga universi. Ju jeni pjesë e tij. Ju jeni mënyra se si universi po përjeton veten. Ju jeni mënyra se si vakumi po bëhet i vetëdijshëm. Dhe kjo, ndoshta, është përgjigja për pyetjen që kemi bërë gjatë gjithë kësaj udhëtimi. Çfarë është në të vërtetë asgjëja nga e cila lindi gjithçka? Asgjëja nuk është asgjë. Ajo është gjithçka në potencial. Ajo është deti i mundësive
nga i cili lind realiteti. Ajo është vakumi kuantik, plot me fusa, me energji, me fluktuacione që nuk pushojnë kurrë. Ajo është burimi i materjes, burimi i energjisë, burimi i vetë hapësirës dhe kohës. Por më e rëndësishmja, ajo është diçka që ne ende nuk e kuptojmë plotësisht. Dhe kjo është bukuria e saj. Sepse do të thotë se ka ende mistere për të zbuluar, pyetje për të bërë, horizonte për të eksploruar. Shkencëtarët nuk po fshehin përgjigjen, siç sugjeron titulliun. Ata po punojnë çdo ditë për ta zbuluar atë. Ata po ndërtojnë teleskop më të fuqishëm, përplasës grimçash më të mëdhenj, kompjuter më të shpejt. Ata po bëjnë eksperimente që do të dukeshin si magjia vetëm një gjenerat më parë. Ata po shtyjnë kufijtë e njohurisë njerëzore në territore që askush nuk ka eksploruar më parë. Dhe çfarë po zbulojnë? Se realiteti është më i çuditshëm, më i pasur, më i bukur se sa çdo gjë që mund të kishim imagjinuar. Se ligjet e fizikës janë më elegante, më të thella, më universale se sa menduam. Se universi nuk është një vend i ftohtë dhe i padiferencuar, por një vend ku kuptimi është i mundur, ku bukuria mund të vlerësohet, ku dashuria mund të ndahet. Le të përfundojmë me një pyetje të fundit, një pyetje që nuk ka përgjigje të thjeshtë, por që vlen të pyetet. Pse duhet të na interesojë kjo? Pse duhet të na interesojë se çfarë ndodh në shkallë aq të vogla sa nuk mund t'i shohim? Pse duhet të na interesojë se çfarë ndodhi 14 miliarda vjet më parë? Pse duhet të na interesojë se çfarë do të ndodh triliona vjet në të ardhmen? Ndoshta sepse këto pyetje na lidhin me diçka më të madhe se ne vetë. Ato na kujtojnë se çdo atom në trupin ton është një pjesë e kësaj historie, një dëshmitar i ngjarjeve që ndodhen në shkallë kozmike. Ndoshta sepse këto pyetje na japin perspektivë. Kur ju shikoni qielin në një natë të qartë dhe realizoni se çdo pikë drite është një yll, ndoshta me planetet e vet, ndoshta me jetën e vet, problemet tuaja të përditshme duken pak më të vogla. Kur ju realizoni se ju jeni të bërë nga pluhuri i yjeve, se çdo atom në trupin tuaj ka një histori që shtrihet miliarda vjet, ekzistenca juaj merr një kuptim të ri. Ndoshta sepse këto pyetje na frymëzojnë. Ato na tregojnë se çfarë është e mundur kur njerëzimi punon së bashku, kur ne përdorim inteligjencën tonë kolektive për të zgjidhur problemet më të vështira. Ato na tregojnë se nuk ka kufi për atë që mund të zbulojmë, për atë që mund të krijojmë, për atë që mund të bëhemi. Apo ndoshta më thjesht sepse ne jemi kurioz, sepse ne duam të dimë, sepse pyetja pse është një nga gjërat që na bën njerëz. Dhe kjo kuriozitet, kjo dëshirë për të kuptuar është një nga gjërat më të bukura për ekzistencën tonë. Vakuumi po pret me sekretet e tij të pafund. Universi po pret me misteret e tij të pashtëruara. Dhe ne, me kuriozitetin ton të pashuar, me dëshirën ton për të kuptuar, do të vazhdojmë të kërkojmë. Sepse në fund, ndoshta kjo është ajo që do të thotë të jesh njeri, të qëndrosh në skajin e panjohurës dhe të zgjedhësh të hysh. Të shikosh në thelsinë e misterit dhe të mos kthehesh mbrapa. Të pyesh pyetjet që nuk kanë përgjigje të lehta dhe të gëzohesh në vetë kërkimin. Asgjëja nga e cila lindi gjithçka nuk është një mister që duhet zgjidhur një herë për gjithmonë. Ajo është një ftesë për të eksploruar, për të zbuluar, për të çuditur. Ajo është një kujtesë se sa i çuditshëm është universi, se sa të privilegjuar jemi ne që mund ta përjetojmë atë, se sa e bukur është vetë akti i të kuptuarit. Dhe ndërsa ju vazhdoni jetën tuaj, ndërsa ju ktheheni te përgjegjësitë tuaja të përditshme, te gëzimet dhe sfidat tuaja, mbani në mend këtë. Ju jeni të bërë nga yjet. Ju jemi të lidhur me strukturën më themelore të realitetit. Ju jeni pjesë e një historie që filloi me një fluktuacion të vakumit 14 miliarda vjet më parë dhe që do të vazhdoj shumë përtej jush. Çdo frymëmarrje që merrni, çdo mendim që mendoni, çdo zgjedhje që bëni është një pjesë e kësaj historie. Ju nuk jeni vetëm një vëzhgues i universit. Ju jeni një pjesëmarrës aktiv në të. Ju jeni mënyra se si universi po krijon kuptim, po krijon bukuri, po krijon dashuri. Dhe kjo në fund është përgjigjja më e thellë që mund të japim. Asgjëja nga e cila lindi gjithçka nuk është thjesht një fenomen fizik.
Ajo është një metaforë për potencialin e pafund që ekziston në çdo moment, në çdo zgjedhje, në çdo jetë. Ajo është një kujtesë se nga asgjëja mund të lindë gjithçka, se nga kaosi mund të lindë rendi, se nga errësira mund të lindë drita. Dhe ju, duke qëndruar këtu, duke dëgjuar këto fjalë, duke menduar këto mendime, jeni prova e gjallë e kësaj mrekullie. Ju jeni mrekullia që lindi nga vakumi. Ju jeni gjithçka që lindi nga asgjëja. Dhe kjo është historia më e bukur që shkenca ka për të treguar.